punon në shtet është pastoralitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Are bego. Herë ta mundi, sa po që nge zgjuar herët sot, apo s'ke fjetur hiç? Po, vlla, s'kam fjetur, kam pasur një maraton. Kam pasur maraton me Ashtu, avokadin për pak një maraton të sëmur. Për pak orë, për rreth 7 orë. Ashtu, Se unë dhe avokati vlla nuk e di, të gjithë e kam pikën e vlimit në mesatare në orëve, ne e kemi pikën e vlimit në momentin që kemi paralajmëruar që do ta mbyllim. Po, e shikoj, madje edhe pak fillon avokati, po jo se s'është Trumpi ashtu. Ju dëgjova shpendi. Na dëgjove, po. Në pritje, domethënë, madje duke ju pritur juve erdhi ora e gjumit kthej në Kanada. Edhe me vete diçka po mendoja, thashun, imagjino, domethënë, këta papir gjë dhe rrin kështu zgjuar pipze dhe zien. Imagjino të pinin edhe në një gjë këta që s'do flinin kurrë. Po çfarë të pjem are? Me jo, domethënë, nëse ka një tragjedi për qenin njerëzore, është mos të flej kurrë. Tragjedi thua? Po, tragjedi është, se do vdisnin më herët njerëzit. Domethënë do kishin jetë më të shkurtër. Pse? Nuk beson ti që gjumi rigjeneron qelizat e trurit dhe të trupit? Ore, po mos kishte për të fjetur gjumë, do kishte në një mënyrë tjetër për të rigjeneruar qelizat, se. Jo, është gjumi, është shumë i rëndësishëm. Po ta vësh re sa më shumë që rritet mosha, aq më shumë fillon dhe pjerë në gjumë, edhe në gjumë domethënë. Po. Është sasia portës ta nga provi psikologjik. Numrin ta dëndsinë e portës apo jo cilësinë. Po tash. Po çka ke bërë re bego? Mirë. Hiç asnjë gjë, isha në ato të mijat. Mirë. Në Bereqaves, mbijetojmë. Harrojmë edhe ne këtej domethënë. Mbjetoni. Si të gjithë e ke parasysh, gënjejmë mendjen, gënjejmë ditën, na gënjejmë, pastaj na gënjejmë prap, pastaj ne gënjejmë prapë dhe kështu mbaron një ditë dhe fillon një ditë e re me gënjeshtra të reja. Jemi mirë. Kemi parë edhe më mirë, po jemi mirë. Të gjithë janë kështu, ka dhe më keq. Jo, ka dhe më mirë, më besoni mua. Prisni sa të plasi pandemia e radhës. Pse, mendon se do plasin ai pandemi vlla? Se kam një kështu si, ke parasysh kam një si urth. Do të thonë për këtë çështje sikur diçka do ndodhi. Ndoshta mund të jetë pandemi, ndoshta mund të vinë në një formë tjetër, po nuk ka dhe më mirë sigurisht, e kupton, po nuk e di pse kam një përshtypje që bota, domethënë po shkon drejt një riseleksionimi të radhës në një kohë rekord. Siç përparon teknologjia, përparon edhe uria e disa njerëzve për shembull për të zhdukur një pjesë njerëzimit. Është pak konspirative kjo për këtë orë të natës. Nuk është konspirative kur e mendon vëlla, sepse kjo është e gjithë platforma që është ndjekur të pakën për 3000 vjet që neve mendojmë se i dim, se ne s'dim as lloj gjoje, po mendojmë se dim. Po është përshpejtuar cikli. Është përshpejtuar cikli, domethënë është përshpejtuar cikli sepse është rritur mosha e jetëgjatësia. Se do të thosha mosha. Pse mendon se jetëgjatësia ka të bëjë me përshpejtimin e ciklit? Po kam përshtypjen ndonjëherë, ke parasysh sa gjëra janë, siç janë sa gjëra në raporte të drejta, janë edhe sa gjëra në raporte të zhdrejta. Edhe kam përshtypjen që riciklimi i qenieve njerëzore është në raport të zhdrejtë me moshën mesatare të jetëgjatësisë. Pra më përpara kishte më pak njerëz në tokë, për aq sa njohim neve, po kishte edhe një moshë relativisht më të shkurtër në jetëgjatësi. Kurse tani jemi shtuar në raport të drejtë është shtuar edhe mosha, pra duhet filloj procesi i seleksionimit. Seleksionimi natyral nuk është i kollajt që ndodhi, kështu që ndihmohet nga disa krijesa të tjera, jo aq njerëzore që janë po prap mes nesh. Kur thua krijesa jo aq njerëzore,
Për kë e ke fjalën i nderuar? Për ca njerëz të tjerë, të cilët kanë në dorë shumë më tepër gjëra nga unë dhe ti, të mbledhur së bashku dhe bashkë me ata që na dëgjojnë. Ti po thua për Të ata. pëlqen filozofia ime? Për ata. Ti po flet për ata. Ata. Nuk e di pse se s'kam një përshtypje kështu, ndoshta janë dhe informacione të gabuara, nuk dua që të trem njëri, po se s'kam dëgjuar një kështu që bota duhet shkojë domethënë diku te 500 milion banor. Mund të jenë konspiracione. Është konspiracion vlla, po edhe në qoftë se këti konspiracione ti merr një pjesë të vërtet, një gjë është dele sigurt, edhe nga ajo që neve kemi përjetuar vet, është virusi. Pra mund të ketë shpërndarje virusesh. Ky lloj seleksionimi nuk bëhet me armë, të paktën jo me armë luftarake, bëhet me armë biologjike. Dhe viruset janë armë biologjike. Po. Dhe kjo pjesa e Covidit, e armikut imagjinare, shumë gjërave tjerëve që gjoja ndodhi në mënyrë rastësore. Ne kemi shumë të freskët, para 5 vjetësh ka ndodhur, 5-6 vjetësh ka ndodhur, a kupton? Dhe ne e dim shumë mirë se si procedohet. Kujtesa është shumë e shkurtër shpendin përgjithësi. Ke vënë sa fillon e bëhet edhe gjithmonë edhe më e shkurtër. Është rritur jetëgjatësia, po është shkurtuar edhe kujtesa. Është shkurtuar kujtesa sepse ka banç informacioni vlla, ka shumë mbi informacion. Sot duhet të mbash ka informacion shumë. Po ka informacion shumë, ka dhe deviacion shumë. Është rritur dhe deviacioni i informacionit. Për shembull, po flisje për luftën e Iranit, ti ke fol gjithë sot ditë për shkak të ftuar të ndryshëm? Ke pas në një që është përmend Ukraina këto kohë? Ja. Jo se un kam nuk bëj asnjë krahasim midis Ukrainës dhe Iranit, se s'kan krahasim. Thjesht e vetmja ngjashmëri është janë dy luftra, domethënë. Po u harrua Ukraina. Kështu disa njerëz kanë vdekur domethënë duke u vrarë me njëri tjetrin, qoftë nga njëri krah, qoftë nga tjetri. Domethënë u harrua, u devijua. Si puna e ke parasysh si loja atyre prestigiatorëve, që po themi thot ai shiko te kjo dora këtej, dhe ndërkohë që është duke bërë këtë trukun me këtë dorën, kështu tak ka vjedh orën me dorën tjetër, domethënë. Ndërkohë iku ora jote. Të mërshme. E njëjta gjë, kjo më është krijuar mua kështu si përshtypje, që ne kemi edhe vetë njeriu si qenie, si krijesë e natyrës, nuk është se ka ndonjë vëmendje për shkak që ta ketë vëmendjen në shumë vende njëkohësisht. Është i predispozuar që të përqendrohet diku. Po. Qoftë edhe kur është seksi femër, pavarësisht se mund të ketë një, po themi, se natyra femërore është më e përqendruar në disa vende njëkohësisht, po në përgjithësi edhe këtë gjën e kanë tek detyrat bazike të jetës përditshme. Nuk është se përqendrojnë mendjen në 5 ngjarje të ndryshme politike, a kupton, që shikojnë lajme. Po. Jo, e përqendron vëmendjen te lajmet duke la renët, apo duke bërë një material në një kompjuter, apo duke bërë një punë tjetër, çon si ka, kupton se. Apo duke shkundur tapetin me gjithë burrin, domethënë është një. Shikoj. Po vëmendja në përgjithësi në një vend është, kupton, pra në momentin që ti as poston vëmendja kryesore po flasim, ikën vëmendja diku tjetër. A mund të quhet vëmendje reale ndaj diçkae, kur ty të tërhiqet vëmendja për aq kohë sa plasi shashk tjetër. Meqense ma kujtove Ukrainën. Po pikërisht pra kjo është loja e prestigjatorit. Meqense ma kujtove Ukrainën, po un jam një ndër ata idiotët që e kanë prekur prap Ukrainën në argumentet e mia për ta treguar që idiotësinë e luftrave. Unë e di që luftra do ekzistojnë ndërkohës. Unë e di shumë mirë që urrëtia do ekzistojë gjithkohës, vrasjet do ekzistojnë gjithkohës, përbindша do ekzistojnë gjithkohës, sepse kështu ka qenë, kështu është dhe kështu do jetë. Problemi është me vetëdijsimin e njerëzve. Pra, kur neve jetojmë në një epokë e cila nuk është epoka që bukur, por është epokë e vlefshme. Pse është epokë e vlefshme? Sepse ne tani kemi vetë kampionimet. Ti ke kampionimin në Ukrainë, ke kampionimin e Covidit, ke kampionimin e luftës Gazës, ke kampionimin e luftës Iranit. Të ndodhura këto në një harë kohor prej 6 vitesh. Dhe ty të ka ndryshuar vektori i herojnëve dhe antiherojnëve
shumë shpesh me amplituda. Ai që e ka qenë hero te Pa. Ukraina, ka dalë antihero te Gaza dhe ka dalë po prap antihero te Irani, ndërkohë që antiheroi Pa. i Irani ka dalë hero tani tek Gaza, po del hero dhe tek incidenti i fundit. Ndërkaq Po. ka një urrëtie patologjike për elitën në mas të konsiderueshme nga njerëzit për sa i përket Covidit. Po. Si ma shpjegon ti këtë lloj shkarje të boshtit? Sepse nuk ka më Po, një sepse- qëndrueshmëri vëlla. Po s'ka qëndrueshmëri sepse ne nuk po jetojmë më në epokën e informacionit. Dikur njerëzit ishin të jetur për informacion, për dije. Po. Nëse informacioni është dije në thelb. Po. Sot nuk janë më as në atë të informacionit bazik. Sot po ta vësh re, i bie që ne jetojmë në epokën e menaxhimit të vëmendjes. Shumë e Pra bukur. ne Shumë e bukur. lodrojmë domethënë me menaxhimin e vëmendjes, ne nuk lodrojmë më as me informacionin, domethënë në këtë botë që ne jetojmë momentalisht. Kush kontrollon vëmendjen, kontrollon realitetin. Po. Dhe shumë e realiteti jo domosdoshmërisht është realitet, por është realiteti që ty të serviret, të shitet. Pra kush menaxhon vëmendjen, kontrollon realitetin. Nuk ekziston më menaxhimi i informacionit. bukur. Po mirë vëlla. Shumë shpesh neve kemi dëgjuar perceptime personale, ndjesore, emocionale të njerëzve për një incident, konflikt, luftë, tjera që si duhet. Si ka mundësi që për Ukrainën u fol aq shumë, edhe u fol në një mënyrë të përbindshme, saqë mu desh në një televizor o ti Bego, në një televizion, Mhm. se tash televizor se gjyshrit, dole në Po. televizor. Ti thosha, Objekti që i themi neve. pikërisht, ti thosha dikujt, ti dash po Ç'u ç'po shkëput. se di, Ah. po ç'po plas trapi mua për Ukrainën kur nuk njeh Kosovën, se këta filluan stand with Ukraine, Po, e kuptoj, e mbaj më. Rusia është e keqe, bla bla bla. Po. Domethënë mua më shqetësojnë shumë këto masivizimet kundër një armiku të përbashkët. Më shqetëson o vlla. Po. Sepse në mendjen time psikopatike lind pyetja, kush është që po tërheq marionetat këtej nga ana e të mirëve, sepse unë Mhm. avokati dhe shumë të ngjashëm si neve në truvlla, e din që këtu nuk ka as të mira as këqij. Këtu ka vetëm tutor dhe prostituta vlla. Tutorët janë ata Po. që janë të fuqishmit, prostitutat janë shtetet e vogla që vën marrin në një borxh publik, në një gjë, marrin në Po. armatim, në këmbim të sovranitetit kombëtar, a kupton? Po, Dhe në anën po, tjetër, po. Kur pan gazën, që nuk besoj që neve të dy apo shumë të tjerë të ngjashëm me neve në podcastet tona, mos kemi bërë reagim publik për gazën. Dhe jo reagim publik Po, për po. gazën hebrejn kundër muslimanësh. Është Hamasi mirë apo Izraeli keq apo ana sjelltas, sepse për mua Hamasi është një organizat terroriste, bastarde, fundamentaliste, e paguar nga Mossadi, e krijuar nga Mossadi. Po. Për mua. Dhe nuk është trim ai që vendos parzmore për fëmijët. Të vendos fëmijën si parzmore ti. Pra, ti Po, lufton, kuptoj. ti lufton pas shkollave. Te nuk është burrni që ti të luftosh pas shkollave, të hapësh tunele gjitha me radhë që të provokosh edhe armikun të vrasë fëmia, kupton? Ka Nga që ana tepër duke tjetër- pasur dhe armat një ushtri për shumë sofistikuar që s'ke nevojë fare, Pikërisht, po themi që të bombardosh një shkollë sepse ke aq fuqi ushtarake sa ti pikërisht. hysh nga themelet, jo nga ajri. Dhe nga ky lloj konflikti i Gazës, vlla, unë kuptova hipokrizin kolektive. Njerëz që dilin pa pikë fytyre në televizione dhe thoshin, le të vdesin dhe 50.000 fëmijë, ata do jenë terroristat e të nesërmes. Po. E kanë thënë televizione kombëtare. Mua dhe ty me thon muti apo idioti apo kurva në televizion, vlla, na vjen ama me një gjop të majme për televizionin për thyret e etikës. Të thuash fraza genocidiale, le të vdesin fëmijë. Dhe ai televizion vazhdon të jetë akoma i hapur, dhe është televizion kombëtar, vlla. Për mua është shumë e rëndë. Por në pamundësi për
ta luftuar këtë lloj sistemi i vetëm, se duhet të jemi të logjikshëm, nuk mund të dalësh dot si Don Po. Quixote, ja kupton me Sancho Pancho. Bëjmë luftim të skajshëm, pra duke hedhur tezat tona. Por kam kuptuar diçka vëlla, që hipokrizia kolektive është shumë e madhe dhe njerëzit kanë atë që theti me drejt, ka një memorje totalisht inekzistente, pra nuk mbajnë mend. Po, kujtes të shkurtër. Nuk mbajnë mend më fare vëlla. Pra u harrua Gaza, u harrua Ukraina. Sa veta janë vrarë atje, sa milion veta mund të jenë vrarë në Ukrainë. Apo merren më bin nënash, po rekrutojnë nga Zelenski. Dhe tani po merrem me Iranin. Dhe po prap lufta është drita apo errësira. Pra juve jeni pro Iranit që po e mbroni kaq shumë Iranin dhe po dilni kundër Amerikës? Jo, unë nuk po dal kundër Amerikës, unë po dal kundër lobit zionist në Izrael dhe në Amerikë. Sepse për mua, në interesin tim kombëtar është që mos krijohet asnjë shtet i madh, siç pretendohet të krijohet Izraeli i madh, sepse neve na krijohet një precedent nga dy shtetet tona fqinje, Serbia dhe Greqia, të cilat ka pasur megaliden. Po, që i lind nesër e drejta dhe thotë që ti s'ekziston për mua, thotë s'ke ekzistuar ndonjëherë. Po, ti s'ke ekzistuar për mua, dhe ata kanë dy komponent më të fuqishëm se neve, Rebeko. Kanë ushtri ata, o vllai, kanë ushtri serioze, si serbët, si grekët. Ne çfarë ushtri e kemi? Po pse edhe ne kemi ushtri. Kë kemi re vlla? Po, dy heqim 1, 3 në mendje, mbaroj. Kë kere ma çok. Ore 3 tanqe i kam unë në mendje, valla, edhe 2 helikopterë. E 5 antitankun. Po edhe 17 mund t'i ketë kryeministri, sa ai sik më i gjatë normalisht i mban trurin më shumë. Ka atmosferë, ka. Ja, i mundim, ore. Ne i raj me mendje këta, nuk kemi nevojë fare që të fim luftime, çfarë fleti. Është të mëshme valla. Domethënë, shiko. Kjo është ajo që un synoj. Ja, kuptoj shumë mirë. Është normale kjo pjesa e ore më kthehet zëri, shiko, mos ke një palë kufje të dyta mbi tavolinë. Kthehet zëri nga diku. 9 valla. Jo, nëse. Po të thoshta këtë pjesën, domethënë që neve kemi arritur në pjesën bota, më saktë. Njerëzit në përgjithësi, domethënë kanë arritur në pjesën që janë publiku më i mirë. Domethënë publiku që vetëm shikon, sepse ne vetëm shikojmë. Ne nuk është se dëgjojmë, kemi harruar të dëgjojmë. Ne vetëm shikojmë edhe gjithmonë vetëm shikojmë dhe shikojmë në një mënyrë perfekte, të bindur, dhe çfarë do lloj gjëje që të ndodhi e merremi me njëri tjetrin, nuk merremi. E ke vënë s'ka më revolucion në përgjithësi tek vetë natyra njerëzore. Kulturore, nuk po flas për revolucione që të vriten e të priten, se nëse ka nevojë për revolucione, për shembull, revolucion ka nevojë Irani vet brenda për brenda. Nëse është aq sterr sa që shesin, domethënë. Shumë e drejtë. Se kush ka jetuar në Iran duhet ta di atë pjesë vëlla. Ne teorikisht flasim, domethënë. Edhe në këtë pjesë, domethënë ne jemi tamam publiku më i mirë, sepse neve gjithmonë, siç ta thash në atë shembull e magjistarit, ndërkohë që ai na tregon njërin dorë, na vjedh orën me dorën tjetër, edhe me publikun bëhet e njëjta gjë, domethënë në momentin që neve ndodh diçka shumë e rëndësishme, neve kemi një lajm që na çon vëmendjen në një vend tjetër. Na spostohet vëmendja. Pra na menaxhohet pjesa e vëmendjes, na e çojnë në vend tjetër. Edhe ti e harron fare, siç ndodhi me Ukrainën, siç ka ndodhur me Gazën. Ke vënë edhe për shkak të Gaza pothuajse është harruar. Po. Nuk është se më ka rëstisur të njoh nga të dyja palët, kur vete puna për shembull, edhe miq nga Palestina dhe miq nga Izraeli. Po. Domethënë Izraelit të mirë po flasim, sepse flasim në fusha të disi të ndryshme, jo ushtarak dhe jo me këto lloj Izraelit. Por shiko, do të them një fenomen për shkakun që është shumë i çuditshëm. Jo i çuditshëm, po për të kuptuar edhe çfarë ndodh në transmetimin genetik. Në një nga këto terrenet e punës ku jam unë për shembull, një është nga Izraeli, një është nga Palestina. Domethënë janë në të njëjtin kurs. Dhe duke folur një ditë me këtë nga Palestina, më tha një gjë shumë interesante. Tha, ti e di tha që është edhe ky personi tjetër këtu, i thashun po, edhe ju kam parë, thash që ju shoh keni një lloj ngjashmërie shumë të çuditshme, të dy kanë një ngjashmëri të çuditshme, domethënë vizuale.
Sa që ti nuk I dallon dot, po mos thot njëri dhe tjetri ti si dallon dot. Edhe tha kam një, edhe kur e shikoj tha, edhe pse e di që jemi në të njëjtin profesion dhe profesioni jon ka të bëjë me anën humane dhe unë e di shumë mirë që individin fjalë tha nuk është kështu. Unë tha kam përshtypjen që po të ishim atje në Palestinë tha, ose në Jeruzalem, domethënë në këto. Unë jam I bindur tha që ky do ishte torturusim. Sepse ushtria është e detyrueshme në Izrael. Po. Dhe është e sigurt që kjo si ushtare, se janë të dyja goca faktikisht. Kjo si ushtare tha, do ishte ajo që do më kontrollonte mua dhe do më degeneronte mua në një sens, domethënë, ke parasysh mënyra e kontrollit se si I bëjnë, se si I kapin. Do më poshtronte. Do më poshtronte tha, domethënë në një pikë kufitare apo në një që unë po shkoj nga shtëpia ime ke Xhaxhai apo ke Daja apo ke. Edhe duke e menduar, domethënë thellë thash, si njeriu duke qenë dhe si puna e enës, domethënë si puna e ujit që ti e hedh në enë, po e mendoja që po që mund të ketë një lloj të drejtë. Mund të jetë edhe thjesht një paranojë, ndoshta po e paragjykon. Edhe e tha dhe vetë, ndoshta unë e paragjykoj tha, por në një situatë tjetër tha, prandaj unë kam një lloj diskomforti, tha, një lloj mos rehatie në prezencë në prani të kësaj, sepse tha më kam parasysh këtë lloj gjëje. Kjo s'më ka bërë gjë tha si individ. Por është mbartja që un kam nga traumat që ne kemi kaluar tha, sepse është tjetra është nga Palestina, ka ardhur nga Palestina. Domethënë nuk është palestinez I lindur këtu. Dhe duke më shpjeguar këtë unë isha, prit një herë. Janë sa gjëra që ngelen si trauma ose pash një element tjetër për shembull te nata e Oscarëve. Po kaloj në një krah tjetër, po është e njëjta gjë prapë. Sindroma në njëherë. Ajo gjëja genetike që dashur pa dashur trashëgohet nga brezi në brez. Po. Se tash më është vërtetuar dhe me studime që pjesërisht dhe genetikisht ca trauma domethënë transferohen nëpërmjet geneve. Po, trashëgohen. Dhe te nata e Oscarëve fitoi ky aktori Jordan. Po. Dhe më bëri përshtypje fjalimi I tij për shembull. Fjalimi I tij ishte shumë I vogël si fjalim. Por që dashur pa dashur po ta lexosh mirë, nxjerr një temë shumë të gjerë që është prezente sidomos në Amerikë. Domethënë kjo tema e skllavërisë së dikurshme. Po. Ai mori dhe falenderoi të gjithë aktorët me ngjyrë të cilët kishin fituar Oscar. E kupton që për atë ishin revolucioni dhe vetëm këta ishin revolucioni. Në një kohë që ka ndodhur me Poirier ka qenë aktori I parë me ngjyrë që ka fituar Oscar diku në vitet 60-70. Po. Pra, po ta mendosh holl, nuk kishte, domethënë nuk është një risi që po fiton ky ose domethënë ishte Poirier, Denzel Washingtoni ka fituar, Will Smithi, çfarë si ka domethënë. Po kanë fituar se janë aktor, nuk kanë fituar se janë aktor të mirë, jo se janë të zi. Te ka pjesa e ktheu prapë te racore, te ngjyra. Te pjesa racore prapë dhe thash po më fal më valla, po ti jeton mes të Amerikës. Je kush e di se sa vite mbas kolonizimit dhe në kokën tënde prapë çekani rren në të njëjtin vend. Pastaj kam parë vetë kam provuar në kurriz për shkakun se janë disa vende kaq të emancipuara, qoftë si Kanadaja, ku ti je I bardhë dhe heteroseksual, je disi stigmatizuar, e kupton? Se ka vajtur deri aty bego. Shpjegosh ti. Po, kanë vajtur, janë përballur madje me situata të tilla. Përballesh, se o do përballesh o do ikësh, po mashmësh. Tashmë, se më përpara I fusim në temin e të qetë, po ndonjëherë është mirë dhe ti vendosësh sa piketa. Dhe e kam kuptuar këtë, domethënë këtë lloj stigmatizimi që I them për shembull, më pëlqen shumë në një diskutim që isha me ca miq të këtushëm, I them më pëlqen shumë I thash kur kalojnë në Shtetet e Bashkuara sepse oficerët e doganave janë më të sjellshëm se sa kur hy këtej brenda. Kë oficerët e mi kanadez. Po. Edhe më thot një nga këto sepse ti tha je I bardh. I thash, po thash, u sidhem me të bardh, tha, se partneri im thash me ngjyrë, tha, dhe sa herë kaloj me partnerin tim I bëjnë lloj-lloj pyetjesh. I thash po mirë si shpjegohet që për shembull oficerja që se ishte një ditë më mbrapa isha kthyer nga Shtetet e Bashkuara.
Dhe si shpjegohet që në 3 raste më kanë rastisur oficer me ngjyrë. Dhe madje janë sjell në mënyrë shumë gjentile. Shumë më gjentile se sa vetë oficerët e bardh. Po. Në Amerikë. Dogana amerikane. Po, dogana amerikane. Me mua të bardhin janë sjell më mirë edhe pse ishin oficer me ngjyrë. Ndërkohë që kur jam kthyer te tmit janë një çik më të sertë, domethënë çuditërisht se kanadezët mbajnë më të sjellshëm, po në dogana janë më të sertë, se janë me këto pyetjet kështu një çik si. Nëse e kam fjalën domethënë si stigmatizohet gjëja dhe si krijohet opinioni dhe si kështu dhe në një diskutim pastaj nga që u hap si debati thash po mirë, thash ju më shikoni mua dhe dashur pa dashur më stamponi që ky është një njeri i bardh. Ky është një heteroseksual, domethënë i rëndant, se po si tash i çik qen ose mace mrena vetes, nuk je interesant. I thash juve i thash më kështu, ndërkohë që unë veten, e di si e ndjej unë veten, i thash unë e ndjej veten si këta popujt kombet e para këtu, nativët, i thash. Me këtë nuk dua që të krenohem që unë jam një nativ i Europës, edhe më thash, por populli im specifikisht ka qenë gjithmonë në një lloj presioni dhe trysnie ndër shekuj, domethënë që kur të paktën me aq sa dim neve, për aq sa është shkruar. Ne kemi qenë gjithmonë të sulmuar dhe kush na kanë sulmuar kanë qenë fëmijët tanë. Po. Pra ata kanë dashur gjithmonë na e morin erzin politikisht. Jo individët si individ, sepse midis fëmijëve tanë ka shumë njerëz që absolutisht janë vërtet fëmijë të mirë, po politikat edhe luftrat, dëshira makutëria për të pushtuar apo për të asimiluar gjithmonë është e madhe. Dhe i thash unë e konsideroj veten tillë, po ta marrësh holl, unë jam më ngjashëm me këta të kombeve të para këtu, për nga vi unë, pavarësisht se jam i bardh në duke, po më duket vetëm më ngjashëm me këta se sa me këta të bardhët që shpjegoni juve. Kur e mendon holl. Se unë kam qenë për vete në sulm, në presion konstant unë, domethënë ne si popull. Kemi qenë gjithmonë në këtë lloj presioni. Gjithmonë të stigmatizuar. Domethënë që në kohët e lashta ka qenë për shembull në Sicili shpreha tipike që qoftë takon një ujk dhe një shqiptar në pyll, vrit shqiptarin, është e lashtë. Se dia kët. Se di e këtë shprehje? Për zotin jo. Se dikush i ka jetuar në Sicili për shembull dhe di këtë shprehje ose po të kesh njëri me sicilian, është shprehje nga të parët, domethënë po flasim për ndoshta shekuj përpara. Ka qenë shprehja që në qoftë se takon një shqiptar dhe një ujk në pyll, vrit shqiptarin, pra shqiptari ishte më i egër se ujku ose ishte më i rrezikshëm se ujku. Ose stigmatizimet natyrës kohëve moderne, kur kam qenë një student për shembull që policin dogan kur shikonte vizë italiane në pasaportën tënde thoshte o pse artist që ke ti? Kur të pyeste çfarë bën ti? Po. Paska artist Shqipëria? Pra ti i stigmatizuar gjithkohës, domethënë, me këtë lloj stigme. Pra e gjithë të rikthehemi çik temës se ndoshta u ha për dam shumë. Brenda temës ja. Brenda temës ja. Po sot jetojmë në këtë menaxhimin e vëmendjes që neve dashur pa dashur i bëjmë njerëzit dhe i stigmatizojmë si të duam neve, i vendosim neve, e spostojmë neve informacion. Kur them neve, kjo lloj elite, kjo lloj kaste. Sigurisht nuk po them që ne jemi të kulluar apo këta njerëzit janë të kulluar dhe ka një arsye pse neve duhet të ndjehemi të traumatizuar. Sepse unë për shembull që jam me origjinë dardane, kur më përmendet Serbia vlla, konotacionin tim primordial i pari a priori që vjen është armiku. Sado që unë njoh njerëz shumë të mirë serb që i kam shok, që i respektoj dhe du fort vlla, sepse nuk kam arritur ta bëja të ndarjen. Sepse individët nuk ngatrohen me një kam arritur ta bëja të ndarjen, po kur përmendet Serbia vlla, mua më duket si pushtuesja ime, si pushtuesja e Kosovës time. E Dardanis time. Ashtu e kam të lidhur unë. Por shiko, slavët në përgjithësi gjithmonë kanë qenë armiq tan kryesor që në momentin që kanë shkelur në trojet tona. Domethënë automatikisht ne do ta transportojmë këtë. Domethënë ne në momente të caktuara me individ caktuar sigurisht do jemi të respektueshëm sepse varet në bazë të punës apo në bazë të ambientit ku ti ndodhesh e kështu. Siç ka ndodhur mua këtu për shembull, kam në një moment që kam rastisur një herë rastisa me një moshatar
para shumë vitesh, sa kisha ardhur këtu. Ishte serb ai. Dhe kur filluam duke folur, në fillim domethënë edhe ai pati një lloj stepje dhe unë pata një lloj stepje. Mirë po, i biri Boz ishte kirurg, doktor. Po. Gjë e parë që mua më shkoi në mendje ishte që vetëm në duart e këtij nuk dua të përfundoj. Se thash, ku e diun valla. Ma gjen veshkën në Beograd. Ndërkohë që ai ishte një djalë i shkolluar, i rritur këtu, më kupton, dhe kur edhe ai pati një lloj stepje kur dëgjoi shqiptar, pastaj domethënë kur prezantuam ai doktor, un artist, domethënë dy njerëz që kanë një lloj niveli din të komunikojnë, sido që të jetë, domethënë. Absolutisht. Edhe mas ju ngroh fakt muhabeti, u hap edhe tema. Un mendoja me mendjen time që vetëm un kisha këtë lloj stigme në kokë genetikisht. Edhe ai e Ai kishte. kishte të njëjtën gjë. Po ai çka kishte menduar? Edhe ai e kishte. Ai e kishte këtë që nga që janë edhe po themi lufta nuk është se është lufta e Kosovës për qoftë për ne, qoftë për ata, nuk është se është shumë e largët, është prapë e freskët. Ai kishte këtë tjetrën, domethënë që në një farë mënyrë ai ndjente një lloj përgjegjësie, si një djalë i lindur i rritur këtu dhe jo me ato lloj në ide shoviniste apo kështu, po si një njeri paqësor që luftën e shikon si një gjë domethënë shumë të gabuar. Ai ndihej keq në inversin e vet, domethënë si thosh mbarte një lloj ndjesie faj, po. Për një gjë që nuk është se e ka fajin ai si individ, e ka fajin kombi vet sigurisht, sepse apo politikat e vendit vet, apo masakrat që kanë bërë ndër shekuj. Por ai vet mbarte këtë lloj ndjesie dhe mundoi të ishte i kujdesshëm në këtë pjesë që mos të konfliktohet me ty ose ndihet, domethënë ndjen një lloj, e ke parasysh ndjen një lloj ndjesie faj, mund t'ja lexoje. Po. Është po flasim për një individ, ë? Po pra, po ka duke sigur ka njerëz gjithë ata kanë ndërgjegje, se po të kishin gjithë si kom ndërgjegje, nuk do ndodhin ato që kanë ndodhur. Po. Unë besoj Bego se ata janë kom i gënjur si shumë kombe tjera që gënjehen nga qeveritë respektive. Dhe po sigurisht, atyre që nga emri që kanë. Atyre u është shitur sikur ne jemi disa vrasës, të cilët gjatë historisë të tyre neve i kemi vrarë, sepse në eposin e tyre të kreshnikëve, 12 slave janë Muj dhe Halili, sipas konceptit të kulluarit, që këta kishin të drejtën natyrore për të vajtur tek tokat e tjetrit, dhe tjetri i priti me dhunë dhe i genocidoi këta. Ndërkohë që ky është falsitet i paparë, sepse është pranuar botërisht që 12 slave kanë ardhur në shekullin e 6-9 pas lindjes së Krishtit. Po. Dhe ti ke ardhur dhe ti e ke te Koso Kuka, por e ke edhe tek eposi kreshnikëve, edhe te Lahuta e Malsis. Ti e ke mënyrën se si shqiptarët i pranuan, sepse nuk erdhën me armë, erdhën me bakti, erdhën me familje, erdhën me fëmijë. Dhe po prap tek eposi kreshnikëve flitet që gjaku i tyre u përforcua kur neve filluam të jepnim vajzat tona dhe të merrnim vajzat tjera jashtë krahinës. Ju të bina me zarën. Nën produkti i një vajze shqiptare me ideal serb, merrte gjenetikisht nga nëna djali dhe bëi fortë dhe filloheshin thyeshin nëpër luftra shqiptarët, në përqeta. Pra, përzierja e gjakut ton mori më të mirat e ADN-s të dy racave. Po, kuptoj. Kjo është edhe pa genetike e burr. Sepse dhe ata kanë përqindje i lira, ata slavët që kanë ardhur. Po sigurisht shiko, të mendosh për shembull se unë nga pikpamja po themi e këtij patriotizmit të smur, kemi dëgjuar gjithmonë variantin që vinin të huajt ne, po ne nuk përziheshim. Po. Tani ti në total ndoshta si e përzier, po që ke pas po më falë tash, po dy familje italiane ishin Montagët dhe Capuletët dhe Romeo me Julietën ishin domethënë dy familje armike që kanë dashuri. Pra kur bien dy kalamojnë dashuri, nuk kam lidhje as nacionaliteti, as genetika apo trashëgimia apo e kaluara. Dashurohen dhe kaq, mbaron, merr fund. Një franceze mund të dashurohet me një gjerman dashurohet me një anglez.
Çon si ka, domethënë kur ndodh dhe që ta marrësh kështu që neve nuk përziheshim, ndoshta në masë gjërë mund mos jesh, po dashur pa dashur. Për aq është tamam folklorizëm. Ti ke pasur kush e di se sa perandori kanë shkelur në trojet tona. Pafund. Kanë shkelur pafund tash. Ti ke pas 50 vjet në mos gaboj ka qenë vetëm Bullgaria. Po, më shumë. Pushtimi bullgar. 50, ndoshta edhe më shumë se 50. Kanë qenë normanët, po, ka ardhur Karli para. Në momentin që janë po. Ne kemi pritur si çlirimtar. A kupton ti ça populli vlla? Po ne vazhdojmë presim të huajt si çlirimtar. Ne edhe sot që jemi në kohët moderne ne i drejtohemi të huajt Venecia se drejqet e shejtanit. Është toka jon, pozicioni gjeografik vlla, kaq i vogël sa jemi se ndoshta nuk ka pasur këto kufi natyrore, dhe si ka pasur këto kufi natyrore Shqipëria, ku kishte shqiptar. Kemi qenë më të futur në kontinent, e mbanim të gjithë Adriatiku më të futur dhe me thellësi më të madhe strategjike, dhe kishim ikumenet tona. Kjo toka që na ka ngelur neve tash vlla, është edhe bekim edhe mallkim. Pse është edhe bekim edhe mallkim? Po ti futesh historisë 500 vjet, 600 vjet, 700 vjet, 800 vjet. Po. Këtu takoheshin dy qytetërime të bego. Perandoria romake e perëndimit me perandorinë romake të lindjes, më pas më pas me perandorinë osmane, më pas me lloj gjërash të tjera, edhe në fund fare kush ishte këtu vlla? Po të lexosh Petromarkon, që ti e ke lexuar, unë e kam lexuar. Shpella piratëve që për mua është nga librat e tij më nuk e di, Tom Sawyerin versionin shqiptar. Pse nuk është balet kjo? Domethënë, ai për mua ai lloj vëllimi është Tom Sawyeri shqiptar vlla. Aventurat e Tom Sawyerit dhe Huckleberry Finnit versionin e Dërmiut, Himariot, Dërmiqar. Po, e qartë, normal. Aty tregon diçka. Fshati që sot ka vajtur metri katror i asaj shtëpisë Buzdetit, ka vajtur mijëra euro. Dikur e kishin falas dhe njerëzit ndërtonin shtëpit në majt shkëmbit për çfarë? Nga piratët. Thotë edhe Petro Margo, kjo tokë ka qenë zaptuar nga piratët sepse ka pas gjire. Po, është vërtet. Edhe ata ç'a bënin? Merr bakti, dil, prit, vrit, haraçe, ec, futin anije. Po kanë ardhur piratët, kanë ardhur edhe luftëtar, vinin edhe fregata italiane, veneciane, venedikase, spanjolle, etj. Dhe këtu s'kishe se si të kishte një lloj qytetërimi, sepse populli vendas shkonte ose në Selanik, që ishte ikumen, ose në Shkup, që ishte ikumen, ose në Beograd, që ishte ikumen, ose në Edirne, Stamboll, Bizant, që e si duashti, që ishte po prap ikumen, dhe blinin dyqane në rrethët e parë të qytetit. Që themi neve, po jo po se Shqipëria jonë e pazhvilluar. Ajo pjesë që të ngelit ty pas konferencës ambasadorëve e Shqipërisë, ishte pjesa që ishte fush pushimi dhe i shumë ushtrive botërore, por edhe i fush betejave ku takoheshin ushtrit botërore. Qa prit ti këtu që të kishte qytetërim, kur tu përplasesh në ushtrit një herë në 2 vjet? Neve kemi ngelur një çik më shumë si aneks, po themi një shtëpi të madhe. Kur të gjithë duan të pinë ujë, për shkak se në këtë rast, duan të pinë ujë dhe tak shkojnë në aneks. Ndërkohë ti shkon në aneks, kuzhina jote është pushtuar, po bëhet një luftë aty. A kupton se janë ca gjëra që ne si kuptojmë, si duam ti kuptojmë valla, se duhet lexosh. Ja, jo vetëm aq, po e di çka kam kuptuar unë për shkakun në gjithë këto kohë se këto ditë kam qenë duke menduar çik që kisha bërë atë videon e shkurtër që neve gjithmonë i themi të tjerëve, domethënë se si duhet përmirësohemi, që duhet fillojmë nga vetja, të përmirësojmë veten. Ai kishte qartë. Që vetja jon, çdo gjë fillon nga vetja, më kupton, dhe këtë ja themi gjithmonë të tjerëve. Po. Edhe duke menduar këtë, duke shtjelluar një çik më shumë, arrita në një konkluzion që neve kemi disa virtyte. Për shembull, një nga virtytet kryesore që mbahet ke ne, sidomos me të huajt sidomos, po që e kemi realisht si popull, kudo që të shkosh në çdo lloj kraine, është mikpritja. Po. E kemi mikpritje, domethënë jemi në atë pjesën që e hapim derën, e ndajmë edhe atë, po themi
çabuk, nuk është se jemi sa egoist mund të jemi në sa gjëra të tjera, po në këtë pjesë nuk jemi. Atë nuk jemi, jo. Te mikpritja jemi gjithmonë. Kemi këtë virtytin tjetër që triumfojnë me të madhe burrë rin, po trimërin më saktë, jo burrë rin, se ka edhe gra trimëresha sa duash, më trimëresha se sa burrat në shumë raste. Po faleminderit gra, nuk është për t'i bërë qefin. Dhe po e kam fjalën, domethënë e triumfojmë dhe trimërin, edhe pse për mua ndonjëherë është pak e egzageruar, sepse trimëria jon shpeshherë merr parametrat e budallikut, se 5 minutë nuk është trimëri, zgjuarësia është trimëri. Dhe ik leka apo dek leka? Më mirë ik leka, dëgjoj mua. Më mirë ik leka se sqarohesh nesër. Lëre të bien tek. Gjolekës. Lëre të bien gjolekës o leka. Tani seriozisht, më thënë, elementi i tretë që neve unë e quaj virtyt, po virtyt pak me ironi, është justifikimi. Është një nga format për shembull që mbijetojmë ne si kom në përgjithësi si njerëz, është justifikimi. Ne kemi justifikimin në majtë të gjuhës. Neve për shembull, po ta vësh re, neve nuk mendojmë para se të justifikojmë. Ne thjesht justifikohemi automatikisht dhe pastaj reflektojmë mbi justifikimin që sapo dham për ta mbështetur si tezë. Ha? Po. Edhe ç'a na ndodh ne për shembull, ne nuk themi për shembull e kam gabim. Ke gjurën e shqiptarit thot direkt që e kam gabim. Fajin e ka. Edhe pse e di kur. Jo. Në rastin më të mirë, domethënë më të shpejt është fajin e ka ai tjetri, nëse duhet t'ia vësh gishtin dikujt. Në rastin më të thjesht, më neutral është, shiko të ta shpjegoj se nuk e kuptove. Mundohemi ta shpjegojmë gabimin. Nuk e pranojmë gabimin, mundohemi ta shpjegojmë. E kisha në mënyrë automatike. E kisha këtu. Përballë vetes. Altini. Po. Altini mund të jetë një shembull i tillë. Po, shembulli më perfekt. Sepse justifikimi, po si Altini paktën ka dhe një lloj formimi, domethënë që shfrytëzon për të ta mbushur. Po ka dhe njerëz pastaj s'ka asnjë lloj formimi dhe prap e bëjnë në mënyrë shablone një gjë të tillë, domethënë. Sepse justifikimi që ne është si një lloj instikti. Domethënë ka marr parametrat e instiktit. Për shembull, ku e diun? Merr një situatë, ku e diun thjesht fare pune, më thon pse se ke bogët punën, mund të thot ai që është sipër teje apo ajo që është sipër teje. Ti thon, pse se kam bërë edhe trurit tak direkt, se kam pakët emailin që më çove. Po. Ose atë mesazhin që më çove. Duke edhe harruar shpeshherë për shembull që ka ca kur ti ja ke aktivizuar ajo thot sin aty, domethënë që ke parë mesazhin. A kupton? Pastaj fillon ti rrotullohesh, jo po si mbaj mend një herë për shembull pyes një kolegun tim, "More si tu duk ajo, ku diun ai seriali që kisha bon." Tha se kam pa, tha se ka ca muj tha se më puno digitalbi. Imagjino. Edhe unë duke menduar, thashun me ti me kalamoj në shtëpi, jam thonë që rri shumë harxhon kohë para televizorit, s'të punon nga digitalbi. Domethënë ti pari je që merr në telefon dhe të vinë çunat në atë kohë, domethënë të vinin ta rregullonin brenda ditës, mos them ta rregulloshin me telefon, domethënë. Dhe thash, okay, po thuaj thjesht nuk e kam parë burr, nuk e pse justifikohesh, domethënë se nuk e ke për detyrë. Domethënë tek e fundit s'është detyrë, nuk ta ka ndonjë detyrë shtëpia që sikosh i punë time. A mendon ti si puna ime vëlla që ky është kompleks inferioriteti, kur të gënjen tjetrin pa arsye? Mund të jetë edhe ajo, mund të jetë edhe thjesht, domethënë nuk do që të flasësh, ose ndonjëherë mund të jetë, domethënë në raste më të mirë mund të jetë kompleks inferioriteti, po mund të jetë në raste më të keq edhe pak me malignitet, domethënë për të të fyer. Domethënë varet, ka lloj-lloj. E di si mu duket mendimesh se varet edhe në bazë të njerëzve. Si them me malignitet tash, po me malije nga doli. Jo. Me malignitet. Jo, mos. Edhe domethënë po ta vësh re edhe në Shqipëri për shkak ky fenomeni i menaxhimit të vëmendjes është në format më tipike, sepse duke qenë dhe vend i vogël, ne dallohet edhe më shumë, dallohet si thosh që nuk ka rëndësi, domethënë që çfarë është e vërtet në Shqipëri. E vërteta nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që domethënë e vërteta është ajo që duhet të shpëtoj situatën. Po. Nuk është e vërteta ajo që ndodhi. Po si do ta shpëtojmë këtë situatën nga kjo?
do këto justifikimet për shembull ti ke kryeministrin me atë variantin parodinë e dardhave mbas shpinës. Po. A mund të një herë, dy herë, çfarë është ajo për shembull? Kush ha dardhën, a është justifikim? Justifikim është. Është justifikimi. Domethënë ne ku e ke ti shembullin. E ke shembullin ti perfekt, pa aftësisë mund të jetë, po studiosh që më thellë ndoshta dhe nuk është pa aftësi, mund të jetë edhe e qëllimshme. E qëllimshme. Sepse në një farë mënyrë ne që fëmijë, po ta vësh re që fëmijë neve për shembull ku ndryshojmë ne fëmijët tanë ose ne vetë kur kemi qenë fëmijë për shembull, e thyenim në një gjone qoftë edhe me dashje? Po. Thosh e thym një gotë. Ra vet. Po. Jo, ra vet. Ra. Si mund bjeri vet gota? U thye gota. Pse? Sepse po në qoftë se kur ishin fëmijë e bënin për t'i shpëtuar në dëshkimit, po themi se mendoje që mund të dënoheshe që ke thyer gotën apo do të bërtiste mami apo babi apo ku diun. Po. Dhe bëje në mënyrë instiktive dhe fëmia përsi e bën në mënyrë instiktive, neve duke u rritur, nuk është se e harruam instinktin e fëmijës. Ne thjesht e zhvilluam fëmijën gënjeshtar brenda vetes. Fëmijën justifikues më saktë. Unë mendoj se është ajo pjesa e frikës vlla. Domethënë, në qoftë se ne nuk mposhtim frikën, shumica e njerëzve gënjejnë në të bardh kot. Sepse kanë kontekstin e frikës, jo frikë nga shpendi apo nga agenti, po frikë nga ndoshta gjykimi i tjetrit, se çdo mendoj tjetri për ty, edhe fillon të bën to gënjeshtrat idiote që ti lën nama, kupton se siç ka ndodhur ty. Më ka mbaruar ka 3 muaj që ka mbaruar digitalbi kur ti je baba me 3 fëmijë në shtëpi. Me 4, me 5, me 2, me 1, çrën si ka. Sido që të jetë atë digitalbi do ta lidhësh se do t'i vendosësh bang-bangun fëmijës. Po pikërisht pra. Prandaj po them që vetëm një tredër mund ta bëj, kupton, një njerëz që është i tredër ose hipokritët. Jo, më thjesht është dhe çështje shmangje. Unë them që në rastin më të mirë është thjesht shmangje. Dhe justifikimi që vjen në mënyrë automatike i pamenduar në këtë lloj forme është shmangje. Për shembull, çfarë ka një gjë që është e rëndonjtë në Tiranë, me sa mbaj mend unë, që kur kam jetuar aty, ka qenë trafiku. Që është bërë të merr fare. Që ta kesh parasysh. Po, tash sigurisht sepse është shtuar dhe qyteti, është shtuar njerëzit, makinat, gjithçka është shtuar. Domethënë rrugët nuk ndryshojnë, pa ato rrugë. Po. Thjesht domethënë po ta mund të jetë shtuar një korsi për t'i ngushtuar korsit, shtohet një korsi, po faktikisht nuk zgjerohet rruga, shtohen korsit. Ngushtohen. Edhe po pra po, e di se i shikoja domethënë pasqyrën, po çfarë ndodhte duke ditur këtë fenomen për shkak të trafikut, thotë tjetri, "Ore ku je?" Vinte mesazhi, "Jam trafik, më fal, ka trafik." Domethënë trafik. Edhe në një moment më ka ndodhur me një shok edhe koleg kështu, domethënë që e ka pas të lojën e trafikut dhe kishte gjën më të shpejt për ta bërë, domethënë. Edhe një herë që i them ku je, po unë në fakt isha vetëm me vonesë dhe isha mbrapa atij. Edhe e pash, po nuk i fola, thjesht i çova mesazh, "Më ku je?" Thashë. Kena prova. Edhe se unë nuk jam nga ata që kam bodhën vonesat e mia në punë, si të gjithë ma. Edhe më thot vjen mesazhi kështu i shpejt fare, më thënë. Ka shumë trafik lale, po vi. Okej. I thash ktheu se mrapa ja. Ti je në këmbë vlla, ç'a trafiku. Unë në këmbë, ti në këmbë, ku trafiku këtu. Ktu e kuptoj atë shokun tënd vlla se e përdor për vete këtë lloj gënjeshtra. Po pra, po prandaj them domethënë që ndonjëherë nuk është e thënë që se s'bën të ketë të fshehë një kompleks mbrapa, ndonjëherë mund të jetë thjesht kjo është në rastin gënjeshtra e bardhë, kupton, për të justifikuar që po vi pak me vonesë. Në një kohë për shembull që më ka ndodhur e kundërta këtej. Vonohem një herë edhe i çoj atij që kisha si shef, domethënë. I çoj mesazh, i them jo më si çova mesazh ose ka qenë viti 2005 kur kam qenë këtu dhe nuk kishte celular në atë. Ka qenë mesazhi 2000 lekë. Jo, ishte mesazhi në kokë kur shkoj te vendi punit, them më fal, i thash se u vonova se më ndodhi kjo se i thajova një gënjeshtër, siç e bëjmë neve. Tregova një shqiptar i devotshëm, domethënë me një virtyt si justifikime me vetë. Si mundet ndryshe. Po tash nuk bëjmë diferencë.
Edhe i them kështu, e di si më tha? Me kam fiksuar, më kam qenë 25 vjeç në atë, e vara në vesh këtë llafin. Tha mua, shiko tha, nuk ka rëndësi, tha, pse u vonove. E rëndësishme është mos vonohesh herës tjetër. A më kupton? Pra, ishte një mënyrë me edukat për të thënë që nuk më plas hiç për çfarë vonove. Thjesht mos vonoj herës tjetër sepse po vonove ti, vonohet edhe ai tjetri, që është ose ta bën ai tjetri ose ngarkohet ai tjetri që pret që ti ta zvendësosh. O vlla, si ma shpjegon këtë parimin alla shqiptar, halli im ashtu hallin tënd. Kjo pastaj këtu jemi te ai parimi që tham që kemi edhe një dozë egoizmi ne. Po. Kjo është pjesa e egoizmit, por varet tani është e egoizmit. Ashturës të mëdhenj pas kishim qenë valla. O për ashtu si ashtu ne, ashtu njeri valla. Qa fleti? Ne të marrim qaf. Qa fleti? Ne e kemi shpikur madje, pastaj është përndam grekëve dhe italianëve. Të mërshme. E di atë të bukurën me është e vjetër kjo në fakt që ziheshin një grek me një italian, domethënë që jo po ne thoshte ai kemi shpikur këtë, o thoshte ai po tjetër për këtë punë kemi shpik këtë tjetrën, duke u kapur domethënë. Po. Jo po neve shpikëm demokracinë njëri, jo po neve shpikëm të drejtën e ligjit tjetri. Kështu. Dhe i thot ky greku, po për atë punë i thot se grek me italian, thot për atë punë kemi shpik seksin. Po. I thot italiani, po i thot, shumë e vërtetësh, vetëm se ishim ne që ju a prezantuam femrave. Edhe ne jemi pak ashtu si puna e këtij greku, që vetëm ne dim, vetëm ne se si neve s'ka. Ne jemi një pjesë e vogël e popullatës së këtij globi dhe nuk është se, domethënë nuk Jo, kam të bëj. Okej, jemi rritur në varfëri, kemi luajtur me lodrat që kemi pasur në atë kohë. Jo, e kam fjalën vlla, e kam fjalën te mentaliteti unë, e kam te rrafshi psikologjik i gjës. Po. Halli im ashtu hallin tënd. Që do të thot vendos veten më përpara, pastaj mos interesim fare. Jo, shiko, do më thënë varet në qa kuptimi e merr, se për shembull sigurisht po ta mendosh hol për shembull, në qoftë se ti je shumë në hall vet, si do mendosh për hallin e dikujt tjetër? Po ta marrësh, do më thënë në primare fare, në bazike. Ja, po ta shpjegoj unë, se ti ma shpjegoj me art, unë ta shpjegoj me gjeopolitik vlla. Po prap te rasti i Ukrainës. Kur Europa ka hallet e veta. Për çaj duhet me ju shtu një hall si Ukraina. Kur e din që nuk do t'i japin dot zgjidhje dhe kur e din që nuk do mbajnë dot hovin e Rusisë. Se unë e mirë kuptoj pjesën që s'duhet të ketë ndikim rus në Ukrainë që të kemi neve, po dëshira nga mundësia i ndan një oqean vlla. Po. Edhe ne të dy kemi dëshirë me qenë nuk e di domethënë të padukshëm, po mundësia është zero. Po. Tani ja ku e ke rast? Vërtet është. Kur e mendon për shkakun e kam gjithmonë kam dëshiruar të jem i padukshëm. Edhe unë vlla. Ti futem ndonjërit në shtëpi dhe t'ia fus gishtat në sy. Si një shqiptar i vërtet. Si një shqiptar i vërtet. Më shkon mendja vetëm për mirë. Si një shqiptar i vërtet tha. Kush ishte ky që flore spata unë nga syt këtu? Unë do kisha përdorur. Unë do t'i kisha terrorizuar gjithë vlla. Do t'i veja dom gjumi, do t'i flisja. Sotir. Ti çohe nal. Po ç'a du këtu unë valla. Madje këtyre që po thoshim ne që domethënë e mbajnë veten kështu si ashtu sa të mëdhenj. A vjen këtu tak kështu do t'i kapja nga bythkat nga mrapa kështu që t'ia bënte ups, kush më kapi? E që të ndihej kështu si i fyer në maskulinitetin e vet. Rika. Po them që të mund merja një çadër nga mrapa dhe t'ia hapja pastaj se. T'ia hapë çadrën. T'ia hapë çadrën. Po. Të vesit e Tom i Jerry. Fab lule. Çadër. Se ra tërmet të tavolina ime. Ra tërmet aty. Kisha rënë tërmet edhe këtu. Po se i ra shumë kisha rënë tërmet edhe po kisha ndier çik. Vetëm tha dje po. E ke ndjerë më tha mua edhe ka qenë kështu i lehtë. I lehtë, jo, e mi shiqur inshallah pa pazararet mëdhaja sepse plago me këto tërmetet neve na ka zënë të merre me këtë cilësinë ndërtimi që ka këtu.
Aty Cilësia për e cilësinë keqe, se di domethënë se po Cilësia e keqe. tash i fakti që shiko, un për shembull them që nuk e di domethënë pse kjo makutëria është e çuditshme dhe në Shqipërinë përgjithësi gjërat janë bërë gjithmonë sot për sot. Kjo është arsyeja që ke një infrastrukturë të keqe, Po. që ke një domethënë plane pa plan urbanistik. Domethënë plane për të bërë lek, po jo plane për të ndërtuar një rrugë për të Qytetin e ardhmen. të ardhmes. Se duhet Dhe mendosh kur për vete qytetin e puna të ardhmes. të vjen domethënë të duket çudi ndonjëherë sepse tek e fundit Montreali është një qytet që ka 200 gati 300 vjet mund të ketë qytet. A kupton? Dhe është ndërtuar në fillim, u ndërtua porti sepse është lumi i San Laurentit që është një lum shumë i madh nga i cili hyn anijet në fillim edhe sot e kësaj dite për transportin e këtyre kontenerëve kështu prap ajo përdoret, ai port është. Edhe kur vete puna, është edhe si zonë turistike, qyteti i vjetër që i thon këta sepse aty filloi të ngrihet qyteti. Dhe shikoj që janë disa rrugica të vogla. Po rrugët qendrore urbanistike që kanë krijuar ata janë të gjëra dhe në atë kohë ti ke pasur kuaj dhe karroca, nuk flitej për makina. Domethënë akoma nuk ishte krijuar koncepti i makinës. Kishte karroca. Edhe sot i kemi parë se janë disa karroca të asaj kohe që shëtisin turistët. Dhe ti e shikon që ajo karroca nuk është shumë e madhe, ajo është sa një makinë e sotshme, ndoshta ai çik më e vogël ndonjëherë. Am kupton, më e mbledhur, po i ka ato rrotat e mëdha duket shumë e madhe, po faktikisht është e vogël. Shumë e vogël, po. Edhe që në atë kohë, domethënë, që i kanë ndërtuar ato rrugë, i kanë ndërtuar me konceptin sikur e dinin që do vinte diçka e tillë, domethënë që teknologjia do përparonte, që do kishte mjete më të mëdha, që do kishte kamiona. Domethënë ti po thua që kjo është mungesë vizioni totale. Po nuk mendoj sigurisht, se neve është mungesë vizioni. Unë mendoj që neve nuk na rruhet vlla. Është për keq. Po pra po. Po sigurisht pa diskutim, nuk ka s'ka plan për të ardhmen, është sot për sot. Ti shikoj pse ke gjithë ato skandalet i sot. U kap ky që vodhi këtë, u bë ky vjedhja tjetër këtu. Ore kanë vjedhur sikur s'ka të nesërme. Po. Se një njeri që vjedh duke e menduar për të nesërmen, ti je i bindur që nuk kapet kurrë. Po. Prandaj un kam dyshimet e mia që do kapet në një Rama nëse ka bërë një gjë. Se nëse e ka bërë shumë i shkallën, da. Po, ai ka qenë me plan, po jemi dakord. Në këtë sens them që një njeri që vjedh me vizion për edhe që ka menduar dhe për nesër nuk kapet më ai. Harrohet që do ta kapësh ndonjëherë. Ndoshta nuk kapet as në shumë breza. A më kupton? Kurse në Shqipëri pse ndodhin skandal pas skandali, ndodhin pikërisht për këtë arsye. Se kanë vjedh gjithë sikur s'ka të nesërme. Ta ham sot, ti kapim gjitha, a më kupton? Edhe ke këto ciklet e skandaleve ti. Domethënë që çdo gjë edhe kështu ndodh, domethënë Shqipëria për shembull, që të rikthehemi prapë këtë tema jon, këtë punë ka një cikël skandalesh, edhe e zëm për shembull, po ti ndash në ditë si ditar, thosh dita 1 ndodh skandali. Dita 2 fillojnë të bombardohen me gjithta, me analista, me ekspertë që nuk janë ekspert, me ku e diun kështu, domethënë goditet, vjen dita 3 pastaj ka një lodhje kolektive. Kjo rastisht domethënë s'ka më fuqi njeri, u bë bajate kjo, folën të gjithë nga ai pa flok te ai me flok, nga ai pa rrjedhurit te më i rrjedhuri dhe domethënë u konsumua, u lodhën të gjithë nga ana kolektive. Dhe vjen dita 4. Çfarë ndon ditën 4? Skandaliri. Po. Fillojnë prap. Vjen skandal tjetër. Po, fillon. Dhe vazhdon cikli nga e parë. Fillon prap njëjtët njerëz që dëgjojnë me të njëjtën interes. Vetëm se në ditën e 4-të skandali 1 është harruar. Po. Është zhdukur. Po, sepse a kupton? I lihet vend skandalit të dytë, i cili në ditën e 4 të fillimit të vet do t'i lëj skandalit të tretë, i cili do fillojë një sak tjetër. Tani pse harrohet? Pse harrohet në ditën e 4 skandali i vjetër? Sepse memoria është e shkurtër. Kujtesa është shumë e shkurtër për të mbajtur mend atë skandalin e para 4 ditëve. Vjen dhe ky i riu dhe i fut si një boy mbi boy, a më kupton? Dhe se ne kemi këtë problemin që nuk është se nuk kujtojmë ne zgjedhim që mos ta përdorim kujtesën.
Kam kupton? Edhe ana tjetër pastaj është që ne edhe përgjegjësinë e kemi lodhje. Po. Ne na lodh përgjegjësia. Nuk e di a e ke ndier ti këtë për shkak, po ta vësh re, në shumicën e rasteve duke sigur njerëzit janë të lodhur nga përgjegjësia. Shikoni drejtor për shembull. Po marr një shembull, ke një drejtor, rri gjithkohë kështu si mërzit, kështu si shumë i lodh valla, shumë i ngarkuar, pra, domethënë, ke vënë gjithë njerëzit punojnë për ty, domethënë, e vetmja gjë që ke ti për detyrë si drejtues, në çfarë do lloj gjëje ti është që ti të mbikëqyrësh njerëzit që punojnë për ty dhe të ruash sistemin, pra të ruash organizimin e kësaj organizme që ti menaxhon, që të punojë siç duhet. Tani, në momentin që ti je i lodhur dhe nga të parit dhe të mbikëqyrë, po më fal, po pse rri drejtor valla? Për çfarë jeti? Po pse çfarë do rri? Kjo është puna jote. Po pse pa punë do rri? Si thosh, unë e shikoj në këtë pjesën për shembull e zëm, okay, dakor, se ndoshta kur bën teatr kështu është çështje pasioni. Po, në qoftë se nuk do nga unë kam çështje pasioni sepse nuk jam nga ata që vë në skenë gjëra sepse duhet i vë që të plotësoj numrin e shfaqjeve për brenda një viti, që unë këtë vit kam bërë 5 shfaqje. E kam urryer gjithmonë këtë gjë. Se shumica nuk është kualitet, nuk është cilësi. Jo, s'bëhet fjalë. Sasia nuk është cilësi. Se sa do teatri që militon juve dali cilësor, s'ke shanse ti bësh 5 premiera brenda vitit. Harroje. I bënore, po nuk je regjisor, i bën në skenë, ka diferencë madhe. Do luash me copy paste. Po nuk është problemi këtu. Problemi është për shembull e zëm se do i bëje këto të pesta. Pra, o do i bësh nga pasioni dhe do t'i rrish mbi kokë kësaj gjë, ta bësh siç duhet. S'do bësh të mërziturin e vllaj. Lodha, jam shumë i ngarkuar, mos e bëj. S'është për ty atë. Pra përgjegjësia është lodhje. Trajtohet si lodhje. Ti të kesh përgjegjësi do të thotë që je i lodhur, domethënë, ose apo lodhem unë që kam përgjegjësi. Mos e bëj atë. Lëre dikujt tjetër që nuk lodhet, e bën me pasion. Hap ekran. Kam kupton? Shikoj. Unë të kuptoj shumë mirë sepse i shoh për ditë. Në çdo fushë. Gjëja më e çuditshme që unë has te vetja është seriozisht i bën 7 orë live. Ndërkohë unë sot me ty bashkë me je në orën e 8. Kam hyrë në orën e 9, mbylla orën e 8. Non stop. Kur e dashuron gjë që bën vlla. Kur ti ke marrë një zotim, unë do t'i dal përsipër këtij podcasti. Ky podcasti nuk është linear, sepse njerëzit kanë detyrimet e veta, kanë hallet e veta, mund kam hallet e mia, është i spostueshëm me ditë. Ti nuk mund ta lësh dot qëllimin vlla. Qëllimi jot është ti ta bësh sa më shumë cilësor me njerëzit që ti respekton. Dhe do ta sakrifikosh ose ti ose Beko në bazë të situatës që është, të dy neve kemi sakrifikuar për ta mbajtur gjallë këtë gjë. Pa diskutim. Kjo është përgjegjësia vlla. Është kaq e thjeshtë. Kur ti e di që je bab i një vajze dhe një djale. Vajzën e nxorën në jetë ke djalin e vogël. Përgjegjësia është që ti do çohesh mëngjes vlla për ta çuar djalin në shkollë. Edhe për ta ndjekë sporti. E do ti ta bësh. Jam shumë i lodhur për këtë pjesë, nuk do ti ta bësh. Ta kishe pyetur mirë veten para se ta bëje vlla. Apo e kam gabim? Ti po flet fiks si një fëmijë. Ti po flet si një fëmijë që sepse unë jam fëmia. Vetë ke fajm se më bëre. Unë jam fëmia një prindi. Vetë ke fajm se më bëre. Vrap tani atje të cep ideas me një këmbë. Domethënë, Plago, kemi një kryetar opozite që e bën pa përgjegjësi dhe pa përgjegjësi dhe pa dëshirë atë detyrën që bën. Kemi një kryeministër që i ka zënë rrota bishtin, e vetmi arsye që nuk ikën nga pushteti nuk është dashuria për pushtetin, por mënyra se si të mbrojë zullumet e veta, sepse e di dhe ai shumë mirë se çfarë zullumesh ka bër, edhe çfarë fsheh. Kemi një shtet ose një shoqëri e cila gjithmonë përpiqet ta delegojë dhe ta gjejë armikun tek të jashtmit. Problemet në familjen e tyre duan të nxjerrin diku tjetër jashtë, te Beko, te Shpendit, te X-it, te Y-it. Kemi në makro disa lidera shtetësh
të cilët janë totalisht të papërgjegjshëm, bëjnë sikur vuajnë shumë, ndërkohë që detyra e tyre vetme është të hanë mirë, të pinë mirë, të ashtu mirë, të flenë mirë dhe të dhjesin mirë. Dhe i kanë të gjitha gati. Kanë shpendin bekon, njëri çon relacione, tjetri thot agenda, gjitha me radhë, ndërkohë që mua dhe ty dhe shumë të ngjashmëve që po na ndjekin tani, ne e dim se çfarë sakrificash duhet të bësh ti tër ditën që të rakordosh orarin, të bësh tër takimet, të mbash mend edhe takimet. Si çdo kush. Po pra po. Këto janë zgjedhjet që kemi bërë. Po pra këto janë zgjedhjet që janë bërë vlla. Por një person i cili është në stad më të lartë hierarkik shoqëror social se sa ty, i ka më të menaxhueshme, sepse ka njerëz që punojnë për ata. Po, sigurisht. Dhe ty kurse si nuk mund tiki do dëshira ose të futet lodhja se ti po mendon shumë. Është punë e lodhshme është mendosh, me thënë drejtën. Është puna më e lodhshme. Kollaj ti biesh më shkurt. Është puna më e lodhshme të mendosh po. E di ça më është krijuar mua për shkakun si një kështu e pata le ta quajmë një epifani. Më pëlqen shumë kjo. Kam 2 javë që e përdor, më pëlqen shumë. Më duket tamam kështu si ilaç kjo epifania. Ndoshta vjen me moshën ose ndoshta do na kenet ndonjë gjë në ujë se nuk ka mundësi. Edhe pa një epifani kështu si domethënë duke vetja sigur që në momentin që neve lindim, më kupton, neve në ndryshim nga shumë popull të tjerë, ne shqipet kemi një gjë, kur lindim, direkt dalim, shohim majtas djathtas, ne nuk qajmë si gjithë kalamajt e zakonshëm në botë. Ne qeshim me qarën e tjetrit. Neve dalim, ne dalim, shikojmë majtas djathtas edhe themi, nuk është ashtu siç mendon ti. Nuk është ashtu siç duket. Un kam një ide. Thjesht justifikojmë daljen. Un kam një ide. Që ti e ke shumë gabim. Kupton çfarë merresh? Domethënë vetëm këtu mund ta dëgjosh në argument ti e ke gabim. Po, shiko, un kam bërë një analizë domethënë me disa faza. Kur vete puna për tek puna e justifikimit. E kapjes nga fil. Sado që ti domethënë dhe ka menduar shpesh duke qenë se kanë qenë këto, sidomos këto kohë që vetëm ka skandale dhe vetëm justifikohen skandalet. Edhe e mendoj këtë gjë kështu për shembull që ndodh një gjë dhe ajo është më së evidente që ka ndodhur. Në mos ka ndodhur fiksi e shet pala që po themi është kundra teje. Po. Ka ndodhur pikërisht ashtu siç e mbron pala që është pro teje. Po. Edhe ti shikon për shembull që e para fare domethënë është ai mohimi direkt, domethënë justifikimi direkt, nuk jam unë. Se kam bërë unë këtë gjë. S'jam unë këtu. Pastaj fillon një fazë tjetër që thotë ore, dhe sikur ti e mund, nuk është ashtu siç duket. A më kupton sepse ju i bini shablon, ju mendoni kështu, po faktikisht nuk është tamam ajo. Edhe sikur ti e mund, edhe pse s'jam unë, po edhe sikur ti isha unë. Edhe sikur ti isha nuk është tamam kështu si e thova atje. A më kupton, po jo, nuk është tamam si nuk është siç duket, si e thoni juve, është ndryshe. Po si është ndryshe, nuk ka rëndësi si është, po është ndryshe nga ajo që mendoni ju. A më kupton? Pastaj kalon në një fazë tjetër, le ta quajmë faza 3, a mund të thotë po mirë më thotë po këtë nuk e kanë bërë vetëm unë valla, këtë e kanë bërë të tjerët, pse nuk flisni për ata të tjerë, ju po merreni me mua. Kështu e ka bërë dhe ai para meje. A më kupton? Pse nuk merreni me atë ju? A më kupton? Pastaj te faza 4 fillon një lloj viktimizimi, kështu që po më sulmojnë. Janë të gjithë mendjet e këqija që po më sulmojnë mua. Armiku që po mundohen më dëmtojnë mua. A kupton? Fillon armiku, domethënë. Është viktimizim faktikisht, nuk është armik imagjinar. Më tepër viktimizohet, jo. Po. Të më sulmojnë valla. Në kupton dhe kalon pastaj ke faza se i bie 5. Ndoshta? Po. Faza 5 bie domethënë që kalon te pjesa domethënë e zbritjes nga hyu në tokë. Që thotë kush është perfekt njerëzimin. Jo, ti e fali njerëzimin. Po jo, po kush është perfekt valla? Po më falme, po kush është perfekt? Mendoni ju që unë s'bëj gabime? Po dhe unë bëj gabime se njeri jam tek e fundit valla. Kryesisht bëhet toksor fare. Dhe masi kanë kalu këto 5 fazat e justifikimeve, ka arritur në një pikë që nuk ka më lidhje fare as me skandalin, as me gabimin, as me justifikimin. Ka lidhje vetëm me një gjë, domethënë. Është kthyer pa pritur, edhe me ndihmën edhe të prove edhe forcave kundra që kacafyten në emër të justifikimeve të tua, është kthyer në një konferencë filozofike.
A kupton? Pastaj kemi hyrë në filozofi. Të jesh Nuk ose ka të më mos rëndësi. jesh. A kupton? Po. Të jesh apo qenia dhe mos qenia. Shkolla e Miletit. Të pëlqeu? a kupton? Shkolla e Miletit, a kupton? Të jesh atë mos jesh. Dalin në mollë Po. kështu. Ta ha të mos A mos ha. vallesh më lehtë të durosh. Si Thua gjeta të të jetë kungull fatit. vall. Thua të jetë kungull. Shiko se ti po flet për atë, shiko ça mora sot nga një koleg aty te prit. Si bie? Jo, Ja, a ne? këtej. Ade. Asa e bukur, like zofsh. The Complete Works of Se sa e William bukur, se? Shakespeare. Po, shumë e bukur. Me kështu me si me ngjyrë floriri, Super e bukur vlla. E gëzofsh. Ta Do të dhuruan. janë të gjitha po. Shumë e bukur. Do më thënë janë veprat komplete thot edhe unbridged, si thonë unbridged. Do më thënë është me pak fjalë janë punët komplete të Edhe Shakespeare-it. dorëshkrimet. Me një libër. Ose janë dorëshkrimet ato ambrist. Unbridged. Të pa urëzuara. Të Jo, papërfunduara janë ndoshta. këtu janë Si dorëshkrime. se di domethënë po që se kam ashtu akoma, nuk e kam shfletuar, se e mora çfarë dhe erdha direkt këtu domethënë. Po janë punët e tij të gjitha domethënë. Këtu fillojnë me Suhin, The Tempest, Pa? Love's Labor Lost, E lexon dot mundimet anglishtën e e tij. humbura të dashurisë. Vëlla sa ai e ka të vështirë shumë anglishtën Shakespeare. Ai Jo, ka kam përdorur përshtypjen, 20.000 fjalë, 25.000 fjalë, dinte të përdorta. Po nuk është, domethënë, kuptoj. Nuk është dhe aq e vështirë, po sigurisht që un kam një gjë për shembull që kur lexoj dhe këtë e kam bërë që kur kam qenë si thosh, që kur kam filluar të lexoj anglisht literaturë që në një moshë relativisht të re, sepse kam filluar anglisht shumë shpejt unë me kurse private para se të fillonte në shkollë, domethënë. Edhe kam pasur një gjë që më është bërë si thosh si një lloj force zakoni që në atë kohë që sa herë që lexoja diçka dhe nuk kuptoja një fjalë, hapja fjalorin. Sot është akoma dhe më e thjeshtë sepse ti je duke telefon lexuar për direkt, shembull po, dhe ti mjafton domethënë i bën thjesht një Google që what's the mean, çfarë kuptimi ka kjo fjala dhe Po. e vjen. Për shembull sot ishte në një moment përdora termin manipulues. Edhe lindi një diskutim domethënë për konotacionin që përdoret fjala e manipulimit. Domethënë çfarë kuptimi ka, në çfarë kuptimi e përdore. Mirë po, fjala manipulues, me sa kuptoj unë, përdoret shumë sidomos tek njerëzit e artit. Po. E manipulimit të gjës, domethënë, unë e manipuloj këtë gjë. Edhe ndërkohë që kur e përdor në një fjalor tjetër, në një gjuhë tjetër, në një profesion tjetër, mund të marrë dhe një konotacion negativ, domethënë një kuptim negativ të tipit po e manipulon, po e mashtron, po e rrotullon situatën si e do ti. Edhe nga që u bëra kurioz e gërmova si fjalë, domethënë vinte nga latinishtja, nga mani dhe pulus, që ishte domethënë hand and full. Domethënë duart, mani, Po. mani numri shumë, po. duart. Dhe pulus që ishte i mbushur, e plot. Pra duar plot. Duar plot. Kuptimi primar i Manipulus? Po. Domethënë kuptimi primar i fjalës manipulim është të jesh duar plot. Pra të kesh mjaftueshëm në duar për ta servirur gjën. E kapa logjikën, po. A kupton, kjo është logjika. Pak a shumë. E si e ka bërë këtë devijimin? Kur e mendon për shkak kontekstual pastaj? Ka marr konotacion, domethënë duke u zhvilluar fjala si çdo lloj fjale, si fjala barbar, domethënë. Po. Që helenët thoshin çdo kush nuk ishte helen, po. Jo helen, domethënë ishte barbar. Po, ishte barbar. Ose grek, unë e di që është term që vjen shumë më mbrapa me romak. Shekulli 19. Tash ndoshta mund të jemi edhe gabim, po që unë kështu e di të paktën. Duhet ta gërmojmë prapë. Ata shi që ma kujtove, natën e mirë se po futet. Kështu. Nëse. Çka ke Rebeka? Folëm gjatë. Nuk të shoh mirë fare. Çka ke?
Jo, asnjë gjë, jo. Thjesht po flisim se prap kaluam, devijuam pak, po Po vlla, shikoj. në një farë mënyrë e manipuluam pak situatën. O bego, që ta sqarojmë vlla. Temat tona në podcast nuk janë tema televizive, kemi një temë ne dhe do t'i qëndrojmë asaj. Jo, Ne kemi- ruajna zot, shpun kemi në televizionet. Ne kemi një temë që e prekim, siç është për shembull justifikimi që neve e bëm në raport me Ukrainën e gjitha me radhë, këtë lloj justifikimi e kaluam në çdo lloj rrafshi. Se ti s'mund kuptosh dot justifikimin dhe manipulimin shtetëror, po nuk kalove tek manipulimi njerëzor, a manipulon ti ndonjëherë? So manipuloj o vlla, edhe ti manipulon, po dhe na manipulojnë. Po, sigurisht. Prindrit janë të parët manipulatorë tanët. Për mirë. Mirë, zakonisht e bëjmë për një qëllim të mirë ato. Për mirë vlla. Varet, domethënë, po a prindi që është prind, domethënë e bën për një gjithmonë qëllim. për mirë të bëhet në familje. Edhe në shoqëri të pastër, kur të manipulon tjetri do me ta prish mendjen për diçka që mos shkosh ndoshta drejt një rrugë të keqe për ty. Edhe s'do me ta bë me dhunë të përdor forma të ndryshme. Për mua manipulimi është formë e latimit të mendimit për të kryer një veprim. Domethënë ty ta latoj atë formën se si ti ta mendosh veprimin tënd. Po. Në kontekst, a kupton, po jo se ti imponohet, se ndryshon manipulimi nga imponimi. Te imponimi është shumë e ashpër, shumë harsh. Domethënë të vi dhe të më shikoj se ti do bësh këtë se dua unë, se them unë për 1 2 3 4 5 arsye. Është totalisht e ndryshme. Por që podcasti ky është vëlla, do flasësh për çdo lloj gjoje. Dhe si jemi Shiko. Flasim për të tema, po natë mirë. Çfarë rekorde kemi na ashtu, se ne na ka rënë edhe fati që ne jemi simplificista. I themi gjona të shkurt, nuk është se jemi si avokati që do 6 shpetor me dal nga gjyshi Akinës. Po, edhe në fund prap del që nuk ka gjetur portën e murëzit kinez dhe ngel aty te një nga tullat. Jo, e di shiko, për te Sarkave, e di çfarë po mendoja për shembull, se ndërkohë që ti po flisje, edhe ne po flasim për të temën justifikimit, po mendoja tamam edhe po thoja për shembull me veten time tash, po e ndaj edhe me ty. Edhe me ata që na dëgjojnë sigurisht. S'po bëhet kështu. Ka një arsye që ka, domethënë, ndoshta disa arsye, po një nga arsyet që pse ne jemi pak justifikues si natyra, shumë justifikues, mos saktë, jo pak justifikues, se justifikues janë të gjithë, po ne e kemi një çik të egzageruar. Ne teprojmë, sepse neve për shumë vite, domethënë kemi jetuar në një sistem për shumë që nuk na ka mbrojtur ndonjëherë. Nuk na mbron, nuk na kanë mbrojtur sistemi. Vazhdon mos na mbroj. E vërteta nuk është se na ka ndihmuar, sepse kush ka thënë të vërtetën, nuk jam etaloni të vërtetës absolutisht, unë them të vërtetat e mia, po di që shpeshherë kam vojtur pikërisht sepse kam thënë të vërtetën ashtu siç e kam menduar dhe ashtu siç e kam parë, domethënë nuk kam preferuar të shpik të vërteta nga truri im. Por kam mbledhur faktet 1 2 3 4 5 dhe kam thënë kjo e vërtet në bazë të kësaj dhe kësaj është e tillë. Nëse prap s'jam etalonit vërtetës, po e vërteta nuk na ka ndihmuar ndonjëherë në përgjithësi, nuk të ndihmon. Tjetra është që ne vazhdojmë të kemi prapë një drejtësi që nuk është funksionale. Domethënë nuk është se drejtësia ka funksionuar këne. Shpeshherë ne kemi qenë pre pa drejtësisë. Sa më i drejtë të jesh në Shqipëri dhe këtë e mendoja, domethënë edhe nga çfarë kam parë në mënyra se njerëzit mendojnë që nëse s'ke qenë i dënuar në atë kohë, do të thotë që ke qenë i atij shërbimi, po i atij sistemi. Por harrojnë për shkakun që edhe njerëzit që kanë punuar për atë sistem kanë pasur goditjet e tyre dhe kanë qenë gjithmonë të rrezikuar që mund të kalonin tek mund të vinë mbrapa penxhereve. Vinte te shkalla te hierarkia jote ose më poshtë. Dhe çka ka ndodhur tani, duke qenë se për shumë vite domethënë sistemi nuk të ka mbrojtur, e vërteta nuk të ka ndihmuar, drejtësia nuk ka funksionuar. Do ty çat ka ngelur si njerit, ka ngelur që ti të përshtatesh. Dhe kush ka qenë forma më e mirë e përshtatjes, ka qenë justifikimi. Dhe justifikimi në këtë lloj përshtatje ka qenë fiks të ka shërbyer ty si mekanizëm mbijetese.
Domethënë justifikimi ka qenë mekanizmi i mbijetesës tënde. Pra, kur e mendon kjo nuk është dobësi. Domethënë të justifikohesh nuk është dobësi. Kjo madje është një lloj inteligjence për mbijetesë. Po. Domethënë një lloj zgjuarësie për të mbijetuar. Jo, është një inteligjencë që ty të është zhvilluar Po, është natyrale për të mbijetuar. Po. Dhe kur e mendon sot që mundësitë janë më të mëdha, pikërisht kjo lloj inteligjence për të mbijetuar, ky lloj mekanizmi mbijetese, është ajo që na dëmton neve sot. Është shumë paradoksale ta mendosh. Po. Janë çik si natyrë kështu paradoksesh, unë e ke vënë rreth këto kohë të fundit. Ta kem nga mosha thua. Jo më shumë e vërtet ajo që thotë ima. Sepse nëse ty justifikimi të është dashur kur ke qenë i sulmuar, ke qenë i pambrojtur, ke qenë i pasigurt, dhe ai ekuivalentohet në një armë plus për ty, sot kur ti nuk ke më pasigurira apo pasigurirat që ke patur, e njëjta formë justifikimi ty të kthehet në armë kundër vetes. Në qoftë se dije kishe pro, thjesht ndryshon vektorin, ja drejton vetes. Sepse ti gënjen veten vlla. Dhe neve jemi në këtë fazë. Ne gënjejmë veten. Kudo e gënjejmë veten. Ne që kur hapim lajmet gënjejmë veten. Ne të dy nuk ka njeri më mirë se sa ne të dy të pakën këtu te ky pellgu jon, që ta kuptoj median. Te ky podcasti le të themi. Po. Me kaq shumë të ftuar sa kemi. Po, që ta kuptoj median. Apo lajmin, se si fabrikohet lajmi. Janë bërë libra, Noam Chomsky ka bërë libër në bashkëpunim me një profesor tjetër, propaganda e medias. Mënyra se si media ty të filtron informacionin, të i bën gjitha. Dhe njerëzit hapin sot televizorin, linja editoriale. Për të njëjtin lajm ti ke minimalisht 2 qasje të ndryshme, të cilat janë antagoniste me njëra tjetrën dhe rrëzojnë njëra tjetrën. Minimalisht. Po. Tashi, është si puna e asaj videos, dhe asaj fotos të ati peshkut që ishte në gojën e gjarprit. Lajmi ishte gjarpri fisnik po shpëton peshkun nga mbytja. Po. Mos ishte me pelikan kjo ndoshta, jo me gjarprin? Jo, me gjarpri. Gjarpri që kishte peshkun në gojë vlla. Po. Gjarpri fisnik që mbyt, që shpëton peshkun nga mbytja. Peshkun nga mbytja. Ishte lajmi. Fiks. A kuptoni çfarë bëhet edhe shumica njerëzve e marrin të mirëqen këto vlla. Po. Pra kur thot Rama rriti pensionet, me si i rritim? Me çfarë i rriti Rama pensionet? I rriti futi metrin. Duke rritur çmimin e bukës. Kjo rritja, ose ti e merr si rritje, ose ti bën një analizë rritjes së vlla, është rritje reale, është fiktive. Është çështje përqindshmërie dhe apo përkthehet si pikërisht pra si çdo shtet. Sepse në momentin që futet përqindja vlla, ti e duke fshehur diçka, është si puna e Gon Llagajt me Koço de Volën ndjes pas tek ai skeçi i hershëm fare 91-shën 92-shën. 30% që i mbeti se 20% që të 80% që fillestar të buxhetit na sjell neve në 15% e dividendës së 25% të 30% të 80% total të shumës. Dhe i t'ja bënë. Qa? Si? Po, e bukur. Flet bukur, po, shumë numra. Ecë mëndzore mallin e Fatos Nanos. Fiks pra, malli Fatos Nanos. Puste nano, ja puste obskuranti metaforik i përdorimit të verbit tënd politik, aty në botë se e kuptonte njeriu vlla. Asgjë nuk kuptova ky, po foli rënd, foli bukur, gjërat pa dëgjuara, me siguri diçka të dëgjuar do ta ke thënë. Shiko, ne jetojmë në një moment shumë kritik për te çdo lloj mortasin kapni hajdutin. Po. Ku ty të flasin për moralin e familjes, sa njerëz që nuk e kanë idenë e familjes. Po. Që ndoshta nuk kanë jetuar kurrë në një familje, që fëmijë
të shëndetshme, flasim gjithmonë, ose që nuk kanë qenë të aftë kur të krijojnë një familje. Po. Të bëjnë moral ty për familjen. Janë shumë këta, disa shumë kanë nga këta. Pa fund. Janë ata njerëz që s'kan bërë kurrë asnjë gjë për vendin e tyre që të flasin ty për patriotizmin. Janë pikërisht ata njerëz që nuk bëjnë asnjë gjë, po themi bamirëse, por që kanë shumë kollaj të flasin për varfërinë. Po. A kupton? Pra jetojmë në një kohë ku nuk ka asnjë lloj morali, a kupton? Jetojmë në një kohë kur të flet për besnikërinë në çift pikërisht ai që mban gruan dhe 3 dashnore me apartamente. Në rastin, po themi, po e fryë, se ai një ka që i mban me apartament, 2 tjera i ka kështu. Që i takon, I paguan në mënyrë më Airbnb. sporadike. I paguan Airbnb tamam. Domethënë, në fund të ditës, kur ti e shikon, domethënë nuk ka rëndësi fare se çfarë ka ndodhur. Domethënë, e rëndësishme është gjithmonë si e justifikon ti atë që ka ndodhur. Ore Bego na A thuaj ngon çka se ka te- rëndësira. Çka ka rëndësi Jo. na thuaj. Nuk ka pra rëndësi çka ka ndodhur, rëndësi ka si e justifikon, sepse ti jeton ndoshta ne jetojmë në një botë pa moral, se s'dua të them jeton në një vend pa moral, sepse edhe unë jetoj në një vend pa moral. Po. Ka kohë që morali ka Po. vdekur. Po. Domethënë, ne jetojmë në një botë të justifikueshme, ne nuk jetojmë në një botë që ka moral. Morali ka kohë që ka vdekur. Madje sot po të kesh moral të quajnë edhe të smur, mund Edhe të vënë idiot. edhe ato që thonë të etiketojnë, ti do marrësh një etiket, atë labelism. Pe. Domethënë që ti domethënë etiketohesh si i tillë, ti je i tillë. Si aq po flisim, ajo stigma. Ti stigmatizohesh, pra ti jeton në një botë pa moral sot që ne flasim. Sepse kur e mendon mirë, neve justifikimin e kemi bërë më të fortë se sa moralin. Justifikimi është më i fortë se sa morali. Në momentin që justifikimi e mund moralin, ty morali nuk të hyn punë. Dhe ky është ndoshta një kjo që po them, ndoshta mund të jetë pak e dhimbshme. A kupton, dhe dikujt mund t'i dhemi, dikush mund ta acarohet për këtë që si flet ky kështu, a kupton, Po. ky moralisti i madh e kështu, por kjo nuk ka lidhje fare. Unë nuk po them që unë jam moralisti dhe o njerëz më dëgjoni. Po them thjesht që neve kemi arritur në pikën që nuk ka më fare rëndësi e vërteta, e rëndësishme është si e justifikojmë, sepse ne jetojmë në një botë të tillë, ku morali është gjithmonë i mundur nga justifikimi. Pra, jetojmë dashur pa dashur në një botë të cekët, dhe kur ky lloj realiteti të dhem, neve dashur pa dashur do krijojmë një realitet më të bukur, një version më të bukur më saktë të realitetit që nuk është realitet. Ne krijojmë një version të asaj që ne mendojmë gjoja si realitet, sepse është më i bukur kur e shikojmë, por realiteti është shumë i shumtuar. Realiteti ku jetojmë ne. Sepse ne kemi rënë pre të sipërfaqësisë së justifikimit. E kemi harruar ne. Po ta bëj një pyetje të fundit vëlla. Po, thash se do ta mbyllja. Sa Jo nga që të shoh që je shumë i lodhur dhe mirë do ishte të kishe fjetur një 2 orë. e mbaj vëlla. Jam Jo, ti bravo, je stoik, po. stoik. Mbas se je i ri. Stoik da. Me le profesor? Patjetër. Foli dashur. Sa është probabiliteti ndonjëherë që neve t'jemi të ndërgjegjshëm, ose sa është probabiliteti që të ndërgjegjësohemi se na duhet një remont total në psikologjinë tonë kolektive vëlla? Sa është probabiliteti që neve të bëjmë të ndërgjegjshëm, të ndërgjegjësohemi se na duhet të bëjmë një remont total të mentalitetit ton vëlla, mbi analizën, mbi pikpamjen e gjërave, sepse mua më duket vëlla dhe këtë e shoh për ditë, po dhe ti e shef për ditë aty ku jeton, cektia e njerëzve është bërë kështu vëlla, është bërë prodhim seri. E frikshme. Është bërë e frikshme. Është bërë e frikshme dhe askush nuk flet. Përkundrazi ndonjëherë heshtim kur flasim pikërisht ta deficientët funksional që ka shoqëria jonë sot. Njerëz të paralizuar.
thjesht sepse neve kemi aq ndërgjegje sa mendojmë që nuk duam që t'i dëmtojmë këta, t'i vrasim. Se këta mund të vriten shpirtërisht. Domethënë neve e kuptojmë këtë. Ata nuk e kuptojnë këtë. Dhe kanë dhe pafituristinë ta thonë dhe në fytyrë. Po Pra i probabiliteti që kërkon ti është e disa i vogël është. Në këtë rast domethënë është i frikshmërisht i vogël. 0%. Po. Domethënë pas kemi shpresë. Jo, shpresa vdes e fundit. Sa më thon, po problemi është kush është ai që do vdesi i fundit. Sepse shpresa, domethënë duke vdekur inteligjenca ose më thënë thellësia e mendimit, edhe shpresa dal nga dal do zhduket me thellësinë e mendimit. Edhe do kalojmë të gjithë te justifikimi se po ta vësh re të gjitha deficiencët funksionale që të përmenda unë të shoqërisë në përgjithësi, jo vetëm në shqiptar, por shoqërisë në total, shoqërisë njerëzore. Domethënë gjitha deficiencët funksionale, të cilët ne po i tolerojmë dita ditë se kemi hallse mos vriten, se janë shumë të brisht, se kështu i ka krijuar natyra, se kështu këta dashur këta janë duke vrarë thellësinë e mendimit, nuk se po na vrasin ne këta. Po. Këta po vrasin thellësinë e mendimit. Vlla, ky është faj. Dhe automatikisht. Ky është faj, vlla. Po, kush po bën faj më shumë? Neve që po heshtim apo këta që po fitojnë terren në këtë? Të dy një lloj, e di pse? Të dy një lloj, sepse ata fitojnë terren, ndoshta janë të programuar për të qenë tillë. Kurse neve jemi programuar që t'i ndalojmë hovin këtyre. Dhe në thelb vlla, më fajtor jemi neve që na dhimbset dhe respektojmë normalitetin jo normal të disa vemjeve, të cilët tani më janë bërë shtylla kryesore e shoqërisë. Sepse për aq kohë shoqëria njerëzore është kaq idiote sa nuk e shikon botën se çfarë po bëhet, nuk e kupton domethënë që disa pedofil pleq kanë marrë fatet e tyre në dorë dhe po e çojnë botën në djall, ta kanë shtrentuar jetën çdo lloj vendi të mundshëm. Sado që ti në Amerikë mund ta marrësh $10,000 rrogën, është ekuivalent i 1 milion lekëve në Shqipëri, sepse çmimet atje janë në të njëjtin raport me këtu, pra $50, $100 në Amerikë kanë vlerën e 10.000 lekë apo 20.000 lekë në ditë në Shqipëri, o vlla. Po. Më kupton shpendin? Dhe po. Për aq kohë sa nuk e kuptojnë njerëzit që këta pleq pedofila perversa po të përdorin ty si qymyr për krematoriumin e tyre të pushtetit. Atëre qa pret modi o vlla? Domethënë nga kush pret shpresë? Shiko. Pash një kështu të shkurtër fare. Pash një postim nga këto të scrolleve të Instagramit. Se unë jam shumë demode, përdor vetëm Instagramin. Po shumë përdor gjithë çfarë. Një postim që fliste për këto, mund të ishte nga këto teori konspiracionit, po që nuk është edhe aq e pavërtetë, domethënë fliste për Bill Gatesin, për këtë punën e këtyre prodhimit të mishit falso sintetik. Ke parasysh domethënë kjo dhe për një mundësinë e një virusi që do shfaqet, domethënë i ri që planifikohet, më thash. Edhe më bëri përshtypje një koment i dikujt, thoshte, "Ore, si nuk doli një njeri ta vrasi këtë më burr." Po. A u kupton ti, domethënë, mendimi njerëzor, sigurisht kjo është një lloj thirrje për mbijetesë, po nga ana tjetër, domethënë ishta në një moment i shkruaja, po sash pastaj po duhet më të komentosh një. Po, me një panjor. Që i vrasysh një koment, domethënë, që ti se njeh Robin i huaj, domethënë, kotash i hyn në për këto analet rrjeteve sociale. Në analet e historisë vrasjeve alla Kennedy. Se në fundit duhet një kok turku atyre dhe kush më mirë se sa një arnaut. Një kok turku e. Duhet një kok turku e kush më mirë se sa një arnaut. Duhet një kok turku e një arnaut, një qave. Ishte si ajo në pyll, më mirë shqiptarin ta se ujkun. Në Sicili. Mërshme, se dia do ta gjej. Edhe ishte kjo batuta e këtij tipi, thoshte s'doli njeri ta vrasi këtë. Edhe thash, pikërisht tu qëndron problemi. A kupton që nga e thëna në të bër është në mes një det i tërë. A kupton? Ti më valla që e shkruan, më mirë e kishe kry dhe s'thoshe gjë, a kupton? Edhe shpëtoje njerëzimin,
se sa e çon mendje dhe lëshon këtu si batut, sepse në këtë pikë kemi përfunduar, në këtë lloj cektësie. Dhe ky justifikon veten se bën dot vetë. Sa ai që kanë mendje ta bëjnë nuk e shkruan në Instagram. Absolutisht. Edhe mund ta shkruaj gjanë nuk është drejtë e merr vesh. Kjo gjë që ke lexuar ti aty e gjen në çdo kafe të mundshme, në çdo takim të mundshëm për Ramën dhe Berishën. Po. Edhe unë e bëj pyetje të gjithëve këtyre që janë moshë e madhe zakonisht 60 vjeç, 58 vjeç, 60, 65. E kishte Nexhmia Hoxhën në Laprag deri 99 vjeça. Po. Mos më thuaj dhuna kundër femrës. Mos ma justifiko vlla, se mashkulli shqiptar nuk e ka akoma atë lloj kulture që femra është e shenjtë. Leça që neve këtu në Tiranë që ka çik emancipime jemi. Është me shtresa, është me le të themi që është me shtresa të ndryshme shoqërore. Vlla femrën e shikojnë si skllave, të betohet shpendi kështu, skllave kështu të rëndomt. Ajo ka lindur me të drejtën jo hynore për të shërbyer këtij hynis. E qartë. Është ky varianti mashkulli lahet me një pikuj, po femra nuk e lan një pusi tërë. Ne të dy njohim më shumë kurva meshkuj se sa femra në thelb kur e mendoj. Po. Kur e mendoj. Është vërtet. Kur e mendoj. Shqyr që i kemi larg. Shqyr, po tash sa afrohen docës. I mbajmë larg. Dhe ti e kupton vlla që këta lloj meshkujsh nuk kanë fare as i lloj formimi për të reaguar ose për të kuptuar atë lloj gjëje që kërkojnë, sepse e kanë pasur atë Nexhmia Hoxhën aty. Dhe thon tani, më thot mua që jam djali ti në mosh, në lulet moshës, ti iki unë të bëj një akt heroik për të hequr tradhtarët e Shqipërisë, kur ndërkohë me shumë mundësi ky xhaxhi që të thot ty si s'doli njëri, në komente do thoj vrasësi. Po. Ky legeni. Sigurisht, ai ishi i pari që do gjujë me gur. Është vërtetë? Më fal, po ti përjashto ato po themi goditjet e forta politike që kanë ndodhur në Shqipërinë e kohës së Esat Pashës, të Avni Rustemit, e ke parasysh? Ti më mbrapa në forma të tilla, një Vasil Laç ke dhe ai vajti i ra atij italianit, domethënë nuk është se ishte as shqiptar ai, thjesht vajti i ra Ferrandorit, domethënë. Po. Domethënë pastaj ti nuk ke më fal, Enver Hoxhën ç'a i bëre? I rrëzove bustin se sa ishte gjallë ju binde. Madje po ata në shumicën e asaj turmës aty rrezik. Or mos them që rrezik kanë qenë njerëz, një pjesë kanë qenë të vendosur Kastile për të se dihet më se këto revolucione që nisin nga populli janë çik kështu. Ndodhin të filluan studentët ty tak vajti doktori, hapi lexoi në fillim fjalimin që kishte përgatitur për të mirat e partisë dhe të komunizmit, dhe pastaj i than doktor ke ngatruar letrën, tak ne ndroi letrën, nxori letrën e revolucionit. Doktori më të fortë na ka lënë në Lushnjë vlla. Në Lushnjë, që ta mbyllim. Në Lushnjë, thot ha fjalimin aty dhe thot o Berat. Po di këtë. Ore to ç'a thot ky? O Berat, prap. Atë thot tani vetë një nga shoqëruesit i thot, doktor, nuk jemi në Berat, jemi në Lushnjë. O Berat, fqi një lushnjë heroike. Po, që ke fat që ke, po di majmend. E mbajmend. Unë po thëm, po ti kthesh, do ta bëjmë studime për atë zot, po s'kam pas nerva, s'kam pas kohë. Me i marrë të gjithë fjalimet e këtyre, diku duhet të jenë fjalimet e këtyre të arkivuara. Po janë më shumica janë të dokumentuara janë edhe në video se ne kemi dhe një gjë të bukur ne. Kur duam t'i sulmojmë këta se nga dalin ca arkiva dhe tak ju publikohen këtyre. Po. Ke vënë? Po, kur duam t'i sulmojmë ne vlla, nuk kam arkiva. Nuk është si bëhet tash. Më shumë se sa sigurimi, domethënë më shumë se sa populli ka vuajtur. Populli në shumicën e rasteve ka qenë po ta vësh re. Po edhe një herë. Dalin më vlla, nuk e di ku janë. Po edhe një herë se ti ku interneti vlla. Jo, them, më krijohet ndonjëherë përshtypja se nga që përmendin shpeshherë sigurimin e shtetit në atë kohë. Edhe mirë po më duket ndonjëherë sigurimi i shtetit në atë kohë vazhdon edhe sot e kësaj dite në një formë tjetër, sepse
Më duket sikur ai sigurimi është vetë populli. Po. Pjesa më e madhe e popullit. Është ky populli që Çfarë? do të thënë këta njerëzit që i kanë fshehur të materialet dhe vetëm pap kur dalin kështu si kokoshka, do të thënë, pa pritur për shembull, vetëm për të rikujtuar ty që e mban mend çka bër ky në atë kohë. E mban mend çka bër ky tjetri në atë kohë. Ku vajtën 300.000 shqiptarë që ishin sigurimit shtetit o vëlla. Ke bërë një herë pyetje vetes se? Se çka kanë ikur në Zelandë re? Çka kanë ikur në Zelandë? Po Zelandë re kanë ikur. E di çka ka ndodhur? E di çka ka ndodhur, po ta them vetëm ty mos ta marrë vesh njëri. Po pra, thuaj vëlla. Me aq informacion sa kam unë, domethënë nga burime të pakonfirmuara. Si gjithmonë. Si gjithmonë në burime në momentin që u zhbë, domethënë komunizmi në Shqipëri, me sigurisht që me lejen e atij lart amerikanëve. Ato domethënë dolën dhe këto lista dhe çka kemi pas ne kundër spionazh, i krefën këta njerëz si fillim, kundra spionët që i kishim jashtë. Pastaj këta që kishin bërë vërtet dëme në atë kohë, se nuk kanë qenë të gjithë Po. Të gjithë ashtu, domethënë ka pas nga të gjitha llojet, po këta që kishin bërë dëme vërtet, një pjesë e madhe e këtyre u zhdukën. U zhdukën në çfarë sensi? Ikën, emigruan, madje mos them dhe këto i kam raste konkrete, se i kam parë dhe këtu në Kanada, kanë ardhur dhe kanë marrë dokumenta kanadeze pikërisht duke përdorur kartën e azilantit politik sepse i rrezikoi jeta në Shqipëri. Se ndroi sistemi, ëh. Po. Pra, dhe erdhën dhe u fshehën këtej. Po. A kupton? Nuk e di tash ku janë gjalla, si janë gjallë, çfarë si ka, se kush i ka marrë pishtarin, domethënë. Por këtë e di dhe nga njerëz të këtushëm që një pjesë e madhe e këtyre hikën. Këta që kishin bërë, këta që e dinin që në momentin që binte sistemi, këta do ishin të goditurit e parë, domethënë, që do hakmerreshin individët karshi këtyre. Individët që këta kishin bërë keq do hakmerreshin. Po. Se nuk është çështja se do përfundonin në burgje. Është logjika. Sa që përfundonin në xhmia, do përfundonin edhe këta nëpër burgje. Do dënoheshin për kafe. Jo për krimet e vërteta që kanë bërë. Këta erdhën dhe u fshehën nëpër vende të ndryshme, domethënë. Një nga vendet ishte Kanadaja, ku unë zbulova 3-4 nga këta elemente. Domethënë që më kanë thënë për Zelandën bubronin këtej. Për Zelandën e re është e mbushur full. Nuk ka në i çudi. Kupton? Siç tek e fundit ç'a ndodhi me Gjermaninë naziste, ai ikën një pjesë e madhe në Argjentinë, Peru, Brazil. Një pjesë e madhe ikën në Amerikën e Jugut. Domethënë u fshehën në Latinë, mfal se tash ju. Domethënë u futën atje. Janë atje. Ngelën atje, kanë lënë trashëgimtarët atje. Nuk është se shumë pak ikën për lesh nga këta. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me neve, se nuk është ndonjë çudi. Jo vetëm me Shqipërinë, edhe me Rumaninë, e njëjta gjë ka me të gjithë vendet ish komuniste. Kur ndryshoi sistemi, gjithë bari keq, kush mundi të shpëtonte që ishte, po themi me 2 parë mend olele byçaime, ikën u zhdukën. Disa ngelën, edhe mund të kenë hongër edhe në një reprezalje, në një hakmarrje, e kanë provuar, domethënë. Po shumica ikën nga këta që kishin bërë domet e vërteta. Pra, edhe njerëz si një herë vëlla, historia ciklike atë na tregon që njerëzit nuk është se kanë për të kuptuar një herë nga gabimet e paraardhësve në të shkuarën historike. Po pse? Sepse kanë ku i tesën. Kanë ku të shkurtër. I tesën. Të shkurtër. I tesën. Kanë ku tesën e shkurtër. Unë shpresoj që juve miq mos ta keni kujtesën e shkurtër për të treguar. Bëni gjimnastik mendore. Dhe këtë mund ta vërtetoni vetëm duke bërë subscribe te Gent Bacon në faqen e tij zyrtare në kanalin e YouTube-it. Gent Bacon. Në katalin po. Kanalin e YouTube-it Gent Bacon, si dhe këtu tek neve në True Podcast Media. Subscribe, like, share. Na bëni të dyve subscribe, na shpërndani tek miqtë tuaj. Te Bego do shikoni këto skeqet e vogla, monologjet që bën për të goditur fenomene që në duke juve ju duken për të qeshur. Ato me të vërtet janë për të qeshur se i thot Bego në atë lloj mënyre, por fenomeni është për të ulëritur. Domethënë, neve qeshim
se nuk qajmë dot. Dhe mos harroni që te ky numri këtu poshtë të filloni të aplikoni për ato kurset online që unë ja u kam treguar të komunikimit publik dhe politik si dhe të leadershipit. Do jetë më shumë si një akademi mendimi kritik se sa të mbani leksione idiote, klishe, që në shumicën e rasteve i gjeni në ChatGPT dhe nuk bëjnë asnjë lloj ndryshimi nga kurset e tjera. Ideja është të zhvillojmë pak mendimin kritik dhe argumentativ, pra si ta formsojmë një argument jo të manipulueshëm, por dhe se si ti të fitosh një debat të egër, duke paramenduar se si tjetri do të godasi poshtë brezit dhe të kesh disa shprehje të gatshme që të dalësh nga situata, të gjitha të kaluara në kurriz. Të gjitha të kaluara në kurriz. Për këtë ja bëj me garanci, kupton? Këtë ja u jap me garanci. Na ndiqni Truzgollata çdo të shtunë, ora 7, 8 ose 9, varet nga Kur na zërin nata. Se tani na janë bo ferma, bigu, nuk po marrin vesh, janë zënë të tëra ditët e javës me histeri kolektive. Sa shumë i doni këto pisliqe, kjo është e tmerrshme. Domethënë ato ekzistojnë se i doni ju. Se po mos i donit juve, ato nuk ekzistonin. Jo juve që thënë ai i madhi fare, ai i madhi fare. Jeni yve, pa jemi neve. Yve, po, i madhi fare ai është vëlla, faktikisht. Ta tjerët janë konë. I madhi, vëlla. I madhi fare. I madhi. Dhe mos harroni të dashur miq, donacione dhe bacon pas datës 20 prill do ta kemi në Skipëria. Në Skipëria. Ndoshta. Nuk e nxjerrim me Skipërin hetimor. Ndoshta. Natën e mirë dhe natë mirë. Dhe miru pafshim. Bego, bravo. Ja, kjo ishte. I plasa vishekzar, fikët tash. Kjo ishte e gjitha. Natën e mirë.